Mbrëma dashur teleshikues, mirë se erdhën në episodin e sotshëm të Piranjave. Dhe më lejoni të kem nderin dhe kënaqësinë që sot për herë të parë ta ftoj veçanërisht atë, bashkë prezantuesen time. Ladies and gentlemen, the one and only, Dojna Mema. Kush Dojna? Po vjen. Okej. Okej. Erdhë. Zoja dhe zotri, Dojna Mema. Kush Dojna? Erdi, okej, erdi. Zoja dhe zotri, Dojna Mema. Po vjen. Erdi. Zoja dhe zotri, Dojna Mema. Për mua, jo, t'jeme sinqert, gjeste si ky na duhen. Po, sidomos kirurgëve të gjunjve, gjeste si ky i duhen. Po se rritet ndërgjegjësimi, more, për figurën e femrës dhe rëndësisë që ka figura e femrës dhe jo vetëm kaq, po të bën mirë edhe për shëndetin e gjunjve. Absolutisht po. Ja, le ta shohim edhe një herë për ju që nuk e pat. Mando, daj, lasha, no. Jo, me gjithë modestin ti dukesh më bukur. Mund ta them këtë, ja, dukesh shumë më bukur. Në ndër të liderit, nga sot... Nga sot? Po, Kupa e Republikës, do quhet Kupa e Gjurit të Republikës. Fakt, bëri çmos që të rishte vëmendjen e gjithë botës, por për fat të keq, ja prishja Erdogani më në bashkëpunim me gishtin e Macronit. Ja, shikoni pak. Po, lutem. Shivit. Ma jep që gishtit? Kam vlla. Me lëshë, Erdogan, me lëshë. Qa gisht? Me lëshë. Po da i të shi, francez, i jep dorën e zjat dorën këshu. Po si e zjat dorën këshu ati? Dhe tjetë i gjest masonik që nuk e kuptojmë ne. Nëse kuptojmë ne që Francën e shumë vetëm në harta. Dhe në betejën midis gjurit dhe gishtit, fitoj gishtit. Ashtu si të bëjmë po. Jo po ullun gjunjë, jo po akrobacie, tak, fap, ta ipi, edhe maropun. Ore, se një gjë nuk e kuptova unë, dhe besoj si unë nuk e kanë kuptuar shumë shqiptarë të tjerë. Ne, çfarë përfituam ne nga ky samiti, përveç se 2 ditë pushim administrate dhe ca meme të freskëta? Ti përfitove gjën më të bukur. U blokove. Së jepe më drejta për të lëvizën në Tiranë. A ka gjë më të bukur se kjo? Jo vetëm kaq, po morëm të lajm keq që dërim 80 në Eurovision një herë që kishim një këngë që ishim sigurt që fitonim. Imagjino këta kur nuk na duan këngën, këta të Europës, imagjino sa na duan neve pastaj. Por, ndryshe nga Eurovisioni që sa përsye faqe, këtë herë ne përfituam diçka nga samiti. Po. Kemi përfitime reale, Dojna. Jo. 950 milion euro. Mos u tallë. Nga 6 miliardë euro që do jepen gjithë Ballkanit, pothuajse 1/6 është... Jo. Do vjedhim tamam. Kështu ma? Direkt? Direkt fare. Ke lujt mençe? Si direkt? Po ti prefer? Për qa u lirua këtu? Qa u hap? Të shi, ha? Do jepem direkt, mbasi të bëjmë një 100 reforma, të rregullojmë tenderat, të ulim korrupsionin, të rrisim meritokracinë, të ulim informalitetin, e tjera. Dhe pastaj do bëjmë një samit tjetër të na bllokojnë prapë që të na japin. E kuptoj. Pra, do shojmë asnjë gjë, s'ka lek. Kaq? Ja. Po kaq. S'kemi fare. Po, mos u mërzit se unë jam optimist. Je optimist? Po për çfarë ti je optimist? Ma shpjego pak lutem. Reformat s'kemi pse bëjmë ne. I bën ChatGPT-ja. Po jo. Si do lodhën 220.000 vetë administrat? Ti lodhën në ata? Po më falë si bje tani që hynë ChatGPT-ja në bëje, jo ne? Po pra, hynë ata si deti në dimër. E provojnë. Fut një shok në det, është i ftop? është një qikë. E lë zemrat shkretin? Po, vdej se thonë, s'po futemi, s'po larnë.
Ata që GDP-n e kanë marë. Puna është që për ne kanë vënë vetëm 100 vjetë, që të më thymë. Po. Me ato që i kanë parë sytë ChatGPT-s këtu në Shqipëri, tha, Po mirë ChatGPT-a, po dhe Europa, mos e Po qa ka me ne, po qa keni më me ne, qa keni me ne? Po ka një natë, më i dojna. Po na ka një natë. Po unë mua nuk më ndele keqa, më Flor, nuk di, nuk duat të vazhdoj, të prezentoj, po nuk më ndele keqa. Kam një kështu si një lëmsh, si një gjë në stomakë. Të kuptoj shumë mirë, se u bësi vota diasporës. Po të lutëm tani shndritëm vërtet një herë që shndritëm. Po qa kanë me ne, qa kanë me ne? Eurovisioni, me zgjedhjet këtu, ndryshojnë në një vend, janë kështu, qetet e gatë sekundë këtu. Sepse në Eurovision, vota e diasporës na qoj deri aty ku na qoj. Ndërsa këtu në Shqipëri, kur me ndonim që vota e diasporës do përmbys të rezultatin, grop fare. Shiko mos e kanë kuptuar gabim. Se queni Izraelovisioni, queni më. Gjithsesi, iku ai muhabet tani. Eurovisioni iku, por ne do të shkojmë tek Liçenovisioni. A ka më ky vend? Ka, sepse ka një event masiv që do të bëhet pikërisht brenda në mushkrinë e vetme që ka mbetur Tiranës son. Parkun e liçenit artificial i vetmi vend ku banorët e kryeqytetit largohen për të patur një çikajër të pastër, larg vinçave, larg betonierëve të Tiranës. Edhe ti kur vjen për punë, merr frymë aty, vjen bën emisionin edhe pastaj sidomos tani që është sezoni çiftimit të betonierëve. I dëgjojnë çdo lagje dojna. Po këtyre si vjen tur, po këtyre gjithë vitin këtë punë kanë. Ke parasysh ato betonierët meshkuj që kanë ato që hedhin beton? I dëgjon që janë në afshë, Po që pas kanë qënë mërë burua gjithë vitin. Po më 31 maj, parku do të kthehet nga mushkri, si që e mësuar ta konsiderojmë zakonisht, në korda zanore të qytetit me rastin e koncertit të reperit Noisy që organizohet në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë. Tani, rreth 23.000 metra katror, brenda perimetrit të parkut, e para e u qethën nga pemët fare, se na pengojnë ato pemët. Dhe shumë pemë, dhe po përgatitet për të pritur këtë koncert madhështor. Dhe sa më madhështor koncerti, aq më madhështore mbetjet dhe dëmi mjedisor që shkaktohet. Piranja Frar Dërista Flor me këtë investigime, po jo e ka merituar një dis nga ato që do të mbahen më gjatë. Po për më tepër, shoh njerë që bëhet. Fushata elektorale zgjedhjeve të 11 maj 2025 mbaroi edhe votimet, edhe numërimet, ndërsa tani nisin qokat për ata që kontribuan për fitoren e partisë. Dhe në radhën e parë nuk mund të ishte kusht tjetër veç Noizit, reperit me 100 kg të bardhë dhe jeshile, i cili më dat 2 maj në mitingun për mbyllës të Partisë Socialiste në Dibër, sapo u ngjit në podium i kërkoi shefit të qeverisë një ndert personal, si ta kishte shok fëmirie. Dhe sikur qeveria të ishte tok babai. E kam dhe i kërkes. Babi im ka lind me një fshat ane që quhet Lubalesh. Nga ura Shopenzës është vetëm 2 kilometra pa shtruë bërë. Ma shtroni dhe ato rrugën shkët shof gjyshit se ka malan në Lubalesh. Dhe si mund të thoshte jo Zoti Rama e të prishte gjithë atë skenar të bukur me 2 aktor dhe 2 kilometër rrugë, teksa populli duartrokiste pa mbarim dhe tepër i entuziazmuar që Noisy do mund të shoh gjyshin e tij fal rrugës të shtruar. E sikur të hishin të gjithë qytetarët si Noisy, 2 kilometra këtu e 2 kilometra aty, do e bënin Shqipërinë Gjermani me rrugë autostrada cep më cep. Por fatkeqësisht jo, qytetarët nuk janë të gjithë si Noisy, këngëtar të njohur e milioner që të përqafohen me kryeministrin e ta verbojnë me ndriçimin e Rolexit, të bëjnë fushat për të me automjete që kushtojnë sa një apartament në kryeqytet. Asgjë kundër dikujt që ka bërë lek me artin e tij në formën më korrekte. Asgjë kundër dikujt që me rrymën dhe filozofinë e teksteve të tij ka me mira fanca në Shqipëri dhe jashtë saj. Por përdorimi politik dhe më pas përdorimi i politikës për interesa të ngushta është problem për një shoqëri të tërë. E në rastin e Noisit kjo ka ndodhur sepse përpara se të fuste Lamborghini në macellar të Dibrës e të vijonte teatrin mediatik me këngë valle me kryeministrin, ati ishte bërë një qok në shkelje të ligjit dhe në dëm të ambientit. Futja e kamionëve dhe ekskavatorëve në mes të liçenit artificial të Tiranës.
Sheshimi i hapësirës, gërmimi duke hequr barin, shkuret dhe pemët janë në fokus të punës që ka nisur prej disa ditësh në park dhe kjo masakrë mjedisore në mes të mushkrive të vetme të mbetura në Tiranë, po bëhet sepse më datë 31 maj, Noizi do të organizojë një koncert me DJ të huaj, ku do të marrin pjesë mijëra fansa të muzikës elektronike. Dokumenti i lejes për dhënien e mijëra metrave katror nën kamuflimin e ligjit për shfrytëzimin e hapësirës publike është firmosur më datë 30 prill nga zonja Jonida Halili, sekretare e përgjithshme në drejtorinë juridike të aseteve dhe licencimit, e cila në vend të ruajtjes me fanatizëm të kësaj hapësire ka firmosur shpyllëzimin dhe mbushjen me çakull e granit vetëm për t'i bërë qokën e rigelësit, që me sa duket nuk i mjaftojnë sheshet e mëdha që kemi në mes të Tiranës, por i pëlqen natyra, pavarësisht dëmit që do t'i shkaktohet, duke përsëritur historinë një lloj me të famshmin Sunny Hill të Dukagjin Lipës, babai të Dua Lipës, i cili u prit si një hero kombëtar nga kryetari i atëhershëm i bashkisë Erion Veliaj, i cili sot është burgosur me urdhër të SPAK. E gjithë kjo zonë ka qenë e gjelbëruar e pyllëzuar, por në verën e vitit 2022, këngëtarja me origjinë shqiptare Dua Lipa mbajti një koncert të quajtur Sunny Hill dhe e gjithë kjo pjesë u shpyllëzua dhe u kthye në një vend i cili do të shërbente për koncerte të tilla, si koncerti i 31 maj 2025 i cili do të bëhet nga këngëtari i njohur Noizi. Në të tilla raste kur zona si këto, në mes të liçenit artificial të Tiranës, në mes të gjelbërimit, në mes të mushkrive të vetme të kryeqytetit, bëhen ndërhyrje të tilla, atëherë kjo zonë duhet të rikthehet në gjendjen fillestare, pra të pyllëzohet. Por nuk ka ndodhur kështu. Nëse bëjmë një vëzhgim të thjeshtë në Google Earth, në përditësimin e datës 9 prill 2022, zona për cilën po flasim ka qenë tërësisht e pyllëzuar, por në përditësimin e datës 21 tetor 2022, 2 muaj pas koncertit të Dua Lipës, vjet re se zona e ka humbur ngjyrën e gjelbër. Në përditësimin e datës 7 tetor 2023, vjet re një ndryshim i vogël në kthimin e zonës në situatë fillestare, po ashtu edhe në muajin prill 2024, ndërsa sot jemi në kushtet kur edhe ato pemë të mbjella pas koncertit të Dua Lipës me taksat e qytetarëve të Tiranës janë shkulur për t'i lënë vend çakullit dhe zhavorit, eskavatorëve, kamionëve, rulave. Dhe jemi në këtë situatë kur ky territor tashmë do të shërbej për koncerte, kur ndërkohë ne në kryeqytet kemi dy sheshe të mëdha, siç është sheshi Skënderbej dhe sheshi Nën Tereza, të cilët ndoshta janë të projektuar edhe për të bërë koncerte të tilla, ku mund të vendosen skela dhe më pas të çmontohen, por të bëhet një ndërhyrje e tillë në mes të parkut të madh të liçenit me mjete të rënda dhe ta kthejnë këtë territor siç e shihni, është masakër mjedisore. Aktualisht, zona e gjelbëruar në parkun e madh të liçenit të Tiranës është kthyer në shesh punim për mjetet e rënda, e mbushur me materiale ndërtimi për të bërë gati terrenin për montimin e skelave, e gërryer anës saj, duke dëmtuar florën dhe faunën përreth. Dëmi është evident, në një hapësirë kaq të madhe, llogaritet ekuivalente me 100.000 banor nga Tirana që privohen nga hapësira e gjelbër. Nuk duhet ndodhte kjo gjë, të prishej kjo hapësirë. Ky park duhet ruajtur në mënyrë më perfekte të mundshme. Unë nuk e shoh të mundshme që të kthehet në gjendje fillestare, natyrisht po të angazhohen përsëri rrus, pa të thuë kamion ata heqin këtë stres që është bërë, toka vitalizohet pak a shumë shpejt, themi ndoshta edhe për një vit. Nëse ngjelet kështu siç është, do vite të tjera që të ketë mundësi një lloj gjelbrimi, diçka e ngjashme me atë që ishte. Për ambientalistin Lavdosh Feruni, përgatitja e këtij terreni mund të ketë të tjera prapaskena. Ka sheshe plot Tirana për të bërë koncerte të tilla, pa e prishur parkun. Unë shoh që ky shtrim që është bërë këtu është me një qëllim afatgjatë ndoshta për ta kthyer një territor të pjesës urbane dhe ta përjashtosh nga parku i liçenit. Ndoshta këtu është menduar, dikush ka menduar, ndonjë investitor strategjik të bëjë diçka këtu. Të tilla pamje në mes të parkut të liçenit kanë shqetësuar jo pak edhe qytetarët e Tiranës, shumë prej të cilëve shfrytëzojnë këtë hapësirë për qetësi dhe ajër të pastër. E të mërshme. S'pëlqen, nuk ka pse ndërhyet tek natyra për të bërë këtë gjë. Shkatrim domethënë. 100% e pa drejtë. Kjo është lulisht, është park gjelbërim. S'është shumë arsyeshme domethënë kjo ndërhyrja, pluri, zhurma, të gjitha tjera. Neve si qytetar nuk na pëlqen normalisht. Mendoj se ka shumë gjëra tjera mbrapa. Si gjithmonë, herë fillojmë me parking, atëherë bëjmë sola për pleq, atëherë bëjmë pallate. A do nisin të mbjellin ndonjë pemë tek tukta të bashkisë pas koncertit apo mos ndoshta ka ndonjë plan më madhor? Kthehema 34 vjetësh këtu në vendin tim, edhe gjej këtë gjendje që nuk të pyet shteti fare.
fare. Shumë gjë keq është. Popullsia e madhe, gjithandaj beton. Ktu mbollën disa pemë tani në shkollë prap. Sem dakord mos asnjë plan zavor. Kjo ka qenë gjelbrim edhe para se të përmbysej sistemi, ka qenë vërejtë rrushi. Se su rregullohi vetë, po. Duhet të reflektojnë ato të tjerë që marrin këto vendime. Dhe me që jemi te reflektimi për personat që marrin vendime, kërkuam informacion pranë Bashkisë Tiranë për statusin aktiv të parkut të liçenit, kufijtë e tij, lishmërinë e ndërhyrjeve dhe ndërtimeve në këtë park, mundësinë e ndotjes nga prania e mira personave që do të marrin pjesë në koncert dhe dëmin e mundshëm që mund të shkaktohet. Gjithashtu, me një shkresë të dytë u interesuan për një studim të mundshëm me ekspert dhe ambientalist, dëmet apo rikuperimet, investimet, kontraktorët, përfitimet, por siç ndodh thuajse gjithmonë me Bashkinë e Tiranës apo drejtoritë në varësi, nuk morëm asnjë përgjigje. Ndaj për të mësuar më shumë se pse është dhënë një leje e tillë për qok me pasojë shkatrimin e mjedisit dhe pa bërë asnjë konsultim me qytetarët apo ekspertët, vendosëm të pyesim vetë firmëtaren. Për ardhi nga Ministria e Piranja, ju lutem japni për një përgjigje për filmin që keni dhënë për koncertin e Noizit. Të lutem. Keni bërë një studim? Të lutem. A keni bërë një studim? Ju lutem, na japni përgjigje. Të lutem largo. A keni bërë një studim me ekspert? Po. Lutem më zotëri. Roja i zellshëm i bashkisë bëri detyrën dhe zonja Alili u largua pa dhënë asnjë shpjegim. Por e nesërmja na gjeti sërish atje, në pritje, pranë Bashkisë së Tiranës. Se Alili, mirëmëngjes, ju lutem, mund na japni përgjigje se s'kemi pse ta bëjmë çdo ditë mëngjes këtë. Pse firmosni për shpëlqimin e parkut? Ju lutem, mund na thoni një përgjigje? Ju lutem, kush do investoj tani që ai park kthehet njësoj siç ishte me pemë? Ju lutem. Është distancën. Po distancë, po ju lutem, pse s'na jepni një përgjigje? Po or mos pret në vrek. Po çfarë tu bë? Po e merakosur për distancën higjienike dhe mendimin e xhandarëve që praktikojnë mundje greko-romake me median, sekretarja e përgjithshme Jonida Alili u largua sërish pa dhënë asnjë shpjegim. Ndoshta një shpjegim për shkatrimin e parkut do duhet na jap dhe reperi Noizi në ditët në vijim. Le të presim. Sa bukur, po vjen vera me temperatura 8 gradë Celsius. Sezonin tjetër mora vesh që do marrim prezantues të rinj dhe ne jemi velinat. Po, ne do kërcejmë. Po si do kërcejmë, ne s'kërcejmë njëri, me thonë të drejtën. Të dashur miq, do flasim tani për shekullin e 21, që në këtë shekull po nuk flitet më tash para lindjes së Krishtit, pas lindjes. Jo, është e vërtet, kanë kaluar ato kohra. Tani jemi PLRS dhe PLSRS. Ta shpjegoj thjesht. Para lindjes së rrjeteve sociale dhe pas lindjes së rrjeteve sociale, të cilat na ndryshuan mënyrën se si ne jetojmë, se si komunikojmë me njëri tjetrin, por edhe mënyrën se si ham, se si pim, se si flejmë, dëfrehemi, shtohemi, votojmë etj me radhë. Si dashurohemi. Por mbi gjitha ndryshuan dhe konceptin e famës. Për shembull, nëse ditët e sotme ti nuk bësh viral? Po. Marove. Jo, si më fare ti kjo faqe e dheut. Nuk ekziston, me pak fjalë. Madje ti për recet dhe mjeku, ti djalë nuk je viral, duhet të... Duhet kesh pak viralitet. Duhet jesh viral paktën 2 herë në ditë, duhet shkosh, je i zbet, shef, ke mungesë vitamine S, skandal, atëherë do bësh skandal para buke, skandal pas buke, mbjes drekdark për një javë, shohim pastaj, të rritet këja apo s'të rritet këja? Janë kështu vitamina, këto suplemente. Është vitamin, po. Gjithsesi duhet marrim parasysh që edhe nëse nuk ke asgjë për t'i ofruar botës, asnjë talent, ku di unë, nuk di të shpikësh, nuk është... Je perfekt! Mos ki berak! Mos nuk të duhet asnjë lloj aftësie për të bërë i famshëm sot. Mjafton të krijosh një platformë e cila dëmton platformën e dikujt tjetër. Se kështu je. Je i famshëm brenda natës, më. Nxjerr ti platformën. Shkruaj platforma për 10 ditë t'ja përgjigje. 10 ditë, 10 minuta, më. Shtohen ato këtë si bistak rrushi. Dhe në gjurmët e Piranjës Jonida Mukja ka rënë edhe një kope hienash digitale, të cilat ka nisur një fushat të pastë denigrimi në drejtim të një gruaje tjetër. Në fakt është e tmerrshme të mendosh që femrat kanibalizojnë femrën si t'ishte armiku më i madh. Vetëm e vetëm për ca pik interneti apo për ca gifte më shumë. Është vërtet e turpshme. E ndjekim.
Në mars të këtij viti, pas paralajmërimeve të mëparshme të kryeministrit, qeveria mbylli TikTokun me një afat kohor 1 vjeçar. TikToku do t'ja mbyll derën e Shqipërisë për të paktën 1 vit qeveria, ndërsa këtij llumi duhet t'ja mbyllin dyert të gjithë ju. Për te retorikave politike për arsyet e mbylljes së platformës më popullore të momentit, të zemëruarit e vërtet të këtij sanksioni ishin tiktokerat, personazhet të cilët e kanë kthyer këtë platformë në një industri fitimprurse. Por gjithashtu të zhgënjyer ishin edhe ndjekësit të cilët për shkak të një vendimi qeverie nuk do të mund të dëgjonin ligjëratat e idhujve të tyre. Por kjo frikë dhe pasiguri tek përdëruesit e TikTokut për fat të mirë nuk zgjati shumë dhe ilaçi u gjet. Në Shqipëri nisi të instalohej e ashtu quajtura VPN, ndërkohë që tiktokerat, shumica me banim jashtë vendit, nisën të gëzojnë sërish famën e mëparshme. Dhe normalisht, ky lajm i mirë nuk kishte se si të mos shtonte frymëzimin tek personalitetet e fushës. Po mendoj Matilda mbrëm, amoj Dorina t'lirofsha tëm, ja trego faunde mi qove dëm. E kanë kuptuar dhe të tjerë, më ke lënë si të dhjerë, tani lekët si t'i nxjerë, se unë s'bëj do t'pun me nder. A Dorin, keq ma ke prandaj lëshova ushtarët e mi. Me në krye kapo nga Vlora, e ndihmoj shpesh që mos i lodhe dora, kam ushtare dhe ca gra të gjora. Këto vargje të interpretuara nga një personazh me emrin Bruna mund të ngjajnë me një satirë amatore të dikujt që provon për herë të parë këtë zhanër. Por në fakt janë pjesë e një historie me bullizëm dhe denigrim në grup ndaj disa personazheve të njohur në botën e TikTokut. Unë jam Matilda Dautaj nga Bolena e Vlorës, kam 4 vjet në rrjetet sociale TikTok dhe Instagram. Jam munduar të përcjell gjithmonë humorin, këngën labe dhe bamirësinë. Unë kam kontribuar shumë lehtë, sepse unë një 5% të fitimeve të mia, të ardhuratve të mia, unë i dhuroj, sepse Zoti ta shton. Kam bërë shumë bamirësi me Matilda Daudën mbi 30. Kemi shpëtuar shumë jeta familje, i kemi marrë nga Shqipëria, i kemi streuar në Francë, kemi bërë ato tonat me fjalë me lekët e mia më të shumta. Derisa para 2 muaj, 2 femra të cilat nuk e di për çfarë arsye, por mund ta imagjinoj që është për audiencë për tërhequr sa më shumë njerëz që ato të dëgjohen, më kanë ofenduar, më kanë akuzuar. Ore, lule bore, janë të mira për bëjnë sigore, ca belholla, ca kapedane, ca të shtazionuara veterane që kërcënojnë e vinë vërdall, na ëngshin hiq pa dal. Po ju a them me të mira, ju o gra dhe ju beqira, me Matildën kryetare nuk ju llogarisin fare. Për ata që nuk e njohin, Matilda është një nga personazhet më të njohur të TikTokut, duke shfrytzuar profilin e saj me më shumë se 400.000 ndjekës. Ajo është jetë aktive me bisedat, humorin, por shpesh edhe me aktet e bamirësisë. Që me sa duket ka shkaktuar xhelozi tek disa prej ndjekësve të saj femra. Unë në rrjetet sociale kam treguar edhe disa pjesë të jetës time, gjithashtu edhe në televizionet shqiptare, një histori të vjetër time që nuk jam as e para as e fundit të kësaj historie, i përket shumë familjeve shqiptare dhe unë preka edhe te kjo histori, duke më thënë që ke dashur vetë të dalësh rrugëve të Italisë, nuk të ka marrë asnjë, sepse ti je e tilla edhe sot, kështu që ti vazhdon të bësh prostitucion. Ti prostitutu bare milionere me gjithat e dashnor, unë tani mos bëjmë dhe unë, tani mos fillojmë të gilivili se duket për xhelozi pastaj. Xhelozi prostitucioni nuk ekziston. Edhe vajzat e tua atë punë bëjnë sepse të tillë nën kanë. Edhe burri jot, bashkëshorti jot e di shumë mirë që ti edhe vajzat e tua jeni një e tillë. U prek bashkëshorti im, një plak, një barbon, një i marr nga shtëpia e pleqve, sepse mua s'më merrte askush, një copë prostitut, përveç se atij. Nuk vritet italiani për ty, zemra ime. Përkundra si do t'i bëj një dhuratë atij që të merr tyja, se unë jam e sigurt që ai do të heqë qafesh, po nuk po të heqë do të qafesh se ka bërë një firëm në atë martesë. Ja ka fut vetes fatkeqësisht. Kështu që italiani nuk bën asnjë gjë për ty, as qimen e flokut nuk lëviz ai po të morën tyja. Do ishte kënaqësi për atë. Matilda ka kaluar një kalvar vuajtjesh në shtetin italian, ku siç ka deklaruar vetë, shumë e re, ka rënë prej një rrjeti të shfrytëzimit të prostitucionit. Njoja me burrin aktual italian i ka ndryshuar jetën dhe sot është nënë e cila përveç se angazhuar në rritjen e 2 fëmijëve, kërkon të ndihmojë personat në nevojë. Për këtë shkak me sa duket ka lindur dhe denigrimin ndaj Matildës edhe miqve të saj, i iniciuar nga një grup zonjash TikToku. Historia ka nisur nga Mimoza Kurtulaj, e njohur në rrjetet sociale si Luanesha e Malsis. Me datën 28 jam nisur për Shqipëri dhe me datën 29 në mëngjes
kam mësu një aksident shumë të rënd, ku rrezikova jetën. Në Bosnjë Hercegovina ajo përplas me makinën e saj. Për shkak të rrëshqitjes së makinës, në ujë apo vaj, apo nuk e di se çfarë ishte, por ka dalë jashtë kontrollit dhe jam përplasur për një shkëmb mali. Di që jam zgjuar të tretën ditë. Sepse kishte qenë dhe në gjendje kome. Kanë bërë çmosin bashkë me motrën, me mesat, me nipat, që të mundohen që të më sjellin në Itali. Sepse isha në një vend të huaj, ku unë as nuk dija gjuhën, edhe po të kisha ndonjë nevojë, nuk dija si t'ja kërkoja. Kur më erdhen me datën 2, goca çuni tek unë, më hapën pak internetin sepse s'kisha as telefon, as internet, as si të komunikoja me asnjëri. Më morën ca shoqe të TikTokut, një ndër to është dhe Matilda Dautaj. Direkt kemi shkuar në ndihmë një zonjë e cila quhet Maria, Kapo Pietri në TikTok, emri i tij Perlat Lulaj. Aty ku ndihmonte Matilda Dautaj, kam shkuar personalisht. Aty jam njohur me Matildën dhe i them, a mund të bashkëpunojmë bashkë sepse më pëlqen të ndihmoj njerëzit? I kemi thënë ne jemi këtu nëse ke nevojë për ndonjë gjë. Ato thanë do mundohemi edhe ne bashkë të gjithë, do çojmë zërin që të bëhet e mundur transportimi jot nga i spital në spitalin e Bergamos. Edhe tha që në këto momente kam vërtet nevojë. Oferta me fundi që është bë gocës time ishte 13.900 euro. Ne si familje nuk jemi të pasur, nuk ishim asnjë të ardhur që për ta përballuar këtë gjë. Unë e bëj një video që ka ndodhur kjo, edhe në fund të videos them që nëse do ketë nevojë, Mimoza Kortulaj, pra Luanesha e Malsis, i bëj thirrje gjithë shoqërisë, sadopak një kafe ta ndihmojmë. Në bashkëbisedim me njerëzit e mi ato, vendosëm që të hapim një GoFund, duke kërkuar ndihmë njerëzve. Për aksidenti i Mimozës, një zonjë nga Malësia e Madhe edhe ajo aktive në TikTok, ka angazhuar miqtë e saj virtual dhe familjarët që të hapin një GoFund me qëllimin transferimin e të aksidentuarës nga Bosnia drejt spitalit të Bergamos. Por kjo duket se nuk është pritur as pak mirë nga grupi që drejtohet nga Dorina Meta, një zonjë 37 vjeçare nga Toshkës i Jallkaj të Lushnjës. Po hapi GoFund, direkt e më lajmëroni se aty do hyj. E a tregoj unë qefin pastaj. Direkt unë akuzova që GoFundin e ka hap Matilda. GoFundet duken kush i hap. Nëse sikur një 50 euro të dali në mangët që atje mungon, mua hajde më degeneroni, më fusni brenda, bëni çfarë të doni. Mbesa ime e hapi GoFundin në emrin tim, me ato çfarë unë mundova t'ja shpjegoj se si ka ndodhur gjërat dhe duke vënë të gjitha si fotot e aksidentit edhe hapjen e barkut tim, Matilda, GoFundin tim e gvuri tek faqja e saj. Thjesht shpërndam linkun e GoFundit. Jo që tani jo çarop ku ti keni nuk do ndaloj për asnjë njeri dhe nuk do keni asnjë GoFund. Zonja Dorina duket vërtet të zemëruar që dikush ka hapur një GoFund për të ndihmuar Mimozën, por ju nuk keni parën dhe zyra nga Durrësi, e cila tregohet e qartë dhe e prerë në opinionin e saj elegant. Duket se ku ke frikë mikro, mos ma hak. Më ngjosh. Po për mua mos ma hak për këto. Marët veshtjo, marët thuj. Se italiani ja di gjithë pislijet e Matildës që meret Matilda. I burë ka marrë, i burë leken që e shfrytëzo Matildën për prostitucion në TikTok. E tjetëri rahat. Që italian. Dhe në fund, radha e Aurorës nga Shkodra. Duhet miran kry, tonë forcen. Matilda, Maria, tonë, njote. Kja psikologja famshme Bergamos. E ka nevojë për një psikiatër pa të mirë. Ma plehane që unë s'ka pa në herë në këtë tokës, bashkë ma tjetër. Një denigrim në grup vetëm sepse Mimoza ka kërkuar ndihmë për të shëruar. Në atë moment e mrapan, unë kam qenë person i bulizuar nga shumë njerëz. Ka 4 javë që po luftohem në TikTok në mënyrat më të këqija të mujtuna. Ty të racë dhe ti do marrësh kokën fare njerë, ti fare njerë. Ropt ku ti kesh do ta racë dhe ty kokër leku nuk do marrësh edhe tia. Plak. Nuk mund të kishte emër, një nën, një grua, të flasin në atë mënyrë, sepse në atë përtimi shembull. Kush të dëllet vit maj një tani, një. Për te gjuhës vulgare, deri në neveritje, pyetja është çfarë natësh të fshehura mund të kenë këto grasa, arrin të vënë në lojë një person të aksidentuar. Than është gënjeshtër, nuk është e vërtetë që ka bë aksident. Edhe pse në mes të një live më është dashur të hap plagën. Ku keni parë juve spital që të jetë
pasurum personi me 4 operacione. Po nuk kishte ma si gjë, s'kishte asi gjë të fyrë s'kishte. Se si djarë pak dhe që ko bë 4 operacione? Po, por barku ku t'ishte, thot aman. E nxori aty live, nxori barkun live. Okej, atëre pas ki pasur të drejt, juve 4 operacione u bën vetëm barkut. U tallnin me sëmundjen time, me aksidentin tim, me fatkeqësinë time. A nga pandesiti apo nga se ishte, se vetëm barkut 4 operacione në barkut ma? Nga mitra, 4 operacione. Të tara këto vetëm barkut, me fashur lidhem dhe unë. Më bulizuan dhe po më bulizojnë çdo ditë. Më ka thënë edhe që jam psikopate, kam nevojë për psikiatër. Çuditërisht, kjo gjuhët e një grue se po zinte vend tek të tjerë persona që deri atëherë kishin qenë thjesht spektator. Gradualisht po shtohej grupi, por live-et ishin të këtyre, të cilat shkonin dhe gra të tjera. Vdek të zoti mafja! Racëm ku ta ketë vdek kancer madhja! Do me! Nuk vete kancer madhja të shikoj të shërojt, po vete edhe ngrit njerëzve. Paralelisht me aksidentin e Mimozës që për ta ishte një gënjeshtër, grupi i kryesuar nga Dorina e shtoi dozën e agresivitetit edhe ndaj Matildës, duke akuzuar atë për abuzim me paratë e donatorëve. Hajdute, çfarë janë këto gonfonde që ti hap? Boll vodhe, ke 4 vjet që jeton mbi shpatullat e shqiptarëve. Fillimisht nuk e dha shumë rëndësi, se thash janë glam-glamet e TikTokut. E di sa e pastër jam, e di se çfarë bëj, për atë që bëj. Jam shumë e qetë, njerëzit e dinë, të gjitha familjet që kam ndihmuar dhe i përshëndes zoti Joabëf Mbar, e din shumë mirë se si kam ndihmuar dhe çfarë kam bërë për ta. Madje shumë herë kemi dhënë edhe nga xhepi jon. Ku janë raste nga 500 euro, 1000 euro, unë nuk ka nevojë fare të vinë aty në TikTok të ngren zërin, sepse u kam paguar vetë rrugën që kanë shkuar në Francë, kemi çuar në Francë, rrugën ushqimet, furgonin, i kam paguar unë nga xhepi personalisht. Pavarësisht akuzave dhe fyerjeve të përditshme nëpër live e TikToku, Matilda vazhdon me thirrje të përndim, duke shpërndar raste të tjera njerëzish në nevojë. Mbas luaneshës, më vjen një rast shumë i rënd, o jetë o vdekje. Diku tek një 70.000 euro. 10 vjet me tumor. Dhe pse goditesha në ato momente rënd, edhe më i forti shkrihet. Nuk i thash dot jo. Thash do ta përballoj edhe duhet një minutë. Edhe pse po goditesha fort nga ky grup, ishte pa mundur t'i thoshje jo. Vetëm një pa shpirt mund të thoshte jo, ose një që dorëzohet. Duke qenë se jam e pastër edhe i thash po, pas një problem. Shumë në amisia ime më thanë jo, sepse nuk është momenti po goditesh. Pavarësisht këtyre paralajmërimeve, Matilda vendos të angazhohet për të ndihmuar një person të sëmur, madje duke i bërë thirrje edhe disa personazheve të njohur të TikTokut. Unë atë natë kam hapur live-in dhe të parën gjë që kam thënë, i thërrisni audiencat e mëdha. I pari që ka ardhur ka qenë Guçi, profesori, Radio Malsia dhe më vonë Alex Visha, edhe që i vuri kapak. Jo më shumë se 2 ditë zgjati ajo histori, Sami Dubai. Edhe u mbyll. Të gjithë këto emra që u përmendën janë tiktokera me disa qindra mijëra ndjekës, të cilët shpesh herë angazhohen në vepra bamirësie. Ishin 70.000 euro të cilit duheshin për Alfredi, një djalë nga Kruja, vetëm 25 vjeç. Jo të gjithë janë si Sami Dubai, vinë edhe ta mbyllin direkt shifrën që duhet për spitalet ku ne i dërgojmë. Fal thirrjes së Matildës dhe fal solidaritetit të grupit, shuma prej 70.000 eurosh për të riun sëmur u mblodh me urgjencë dhe u dërgua familjes, ndërkohë që të shumt ishin ndjekësit që i uruan për punën e bërë. Përveç grupit të zakonshëm, të cilët duke mos patur se çfarë të thonë për paratë që shkuan te kisëmuri, e kaluan thashë themi në raporte të supozuara intime. Aty na ka ardhur kjo zonja, hajduta, duke sharë, duke folur, duke ofenduar nga llafet më të pistave, duke më bërë mua dashnori Matildës, dashnori Marijës, dashnori Valentinës, etej. Kjo i doli mbrojtje kapos. Çka ke kapon? Po të pëlqen kapo, Po të pëlqen kapo me, do t'i bjesh ashtu kapos, po ka matin e. Nuk të kap do të syrir kapos ty. Ka matin e shpirt, nuk të kap do të syrit. Mos mund do kot. Unë kam dhe lidhje familjare me Matildën, jemi miq familjar. Hyme dalin familjarisht, kemi nxjerrë dhe shumë video që dalin familjarisht të gjithë. Por njerëzit në ajo që nuk e din, vinë dhe hedhin balt. Po ti se për
e kapusa, po e pa ajo që si heca me ty me Matilda, grifsha. Po si hecën belës që vdes për e kom vlla, thot, vdek sham për ty është vlla im, unë ja rop më të bukurit, thot, për kapon. Unë ja fus, thot, ja fus ngoj, thot. E kapo e, ke po sinjora teti, gjeti mu, tha fakte, tha e unë apo nuk i Matilda. Këto fyerje dhe denigrime të mbushura me banalitet nisin të bëhen kronike, derisa kthehen në përndjekje si për Matildën, ashtu edhe për miqtë e saj virtual. Unë hap live-in, kjo nga Lushnja se ka Dorina, esh aty duke na përgjuar nat për nat, duke na sharë, du na ke ofenduar përsi për live-in. Si i thon shqip na prezekuton, si i bie, na ndjek vëlla. Është një përndjekse dhe mirë që përndjek për shan dhe nuk ka ore sekond dashnor këtë, dashnor atë, dashnor këtë, dashnor atë. Me kë ishte në Shqipëri? Kush ishte shoqëruesi jot Matilda Dauti? Pse nuk na the që kapoja ishte me ty, prandaj nuk hynte asnjëherë live? Pse nuk na the? Pse s'ka shku me një mu me ta marrë kështu për pjaçera te kapon ta atë unë? Amin, shko ftora njofë, se po ta kem tu ngërmat sti dhe unë karkalecin mi. Që jam i Matilda. Ore, çfarë problemi kanë këto zonja edhe sikur Matilda të ketë diçka me dikë? Apo i ka emëruar TikToku policët të moralit që të ruajnë ditë e natë nderin e të tjerëve? Kjo zonja e ka tepruar jashtë mase, është futur shumë në familje, më ka krijuar shumë probleme, sepse më ka bërë dashnorin e kujdot. Mjafton që ta dini që gruaja Kapos këta e dinte. Edhe kanë bërë dhe sherr të madh. Dhe gruaja Kapos nuk e do Matilda Dautin, por nuk e pjert kapoja. Edhe ajo s'ka nga dvese nuk punon. Edhe kur madhe 2 gra kapo Pietri, mendoje ju të tjerët, sa gjuna më vjen për juve që s'keni asnjë. Koktulla 2. Për mua janë beturina, nuk janë të plotësora nga jeta dhe shikojnë se çfarë bën tjetri. Thash të mos flas. Po pse mos flas? Kush do më ndaloj? Po liroja për e vëndin një njeriu që ka vërtet nevojë, po ti pas ke talent, më. Më vërtet? Po ti ke humbur kot për tenor. Më vërtet? Ti duhet jesh në një skenë ndërkombëtare. Ti duhet jesh duke performuar përpara njerëzve që realisht e vlerësojnë artin tënd, e paguajnë artin tënd. E sigurt që nuk po tallesh? Jo. Ja. Se unë kam qenë... Unë e prezantoj dhe vetëm këtu, nuk është se kam problem. Unë kam qenë tenor, kam qenë i vogël. Ke qenë? Po. Po duket. Kam performuar në La Scala. La Scala? Shkalla Pallat. Skada? Jo, më Shkalla Pallat. Shkalla Pallat. Edhe... Po sa shapka e sa bidona kam hongër unë. Vërtisin kam qitë. Po pushamër, pushamër. Shika. Edhe unë që e këtheja, o pëse më obezdi? Pusha. Ja. Jo pa, shtu një suksesi. Ti ke qenë rregull, fillimisht vjen shapka. Po? Pastaj i tuf me lule. Po. Pastaj përfundon tallavat vin lekët. Shiko, duhet interesohesh. Unë them interesohu seriozisht se mund të marrësh titullin profesor i asociuar nga Universiteti i Arteve. Po, është momenti yt. Se që prej vitit 2021, Universiteti i Arteve mori një status që i lejon edhe të jap titull akademik në përputhje me karrierën artistike. Po mirë, tash, se tu në këtë vend nga e thëna në të bërë është në mes një komisioni tërë. Se e vërteta është që këto tituj janë shpërndarë si t'ishin këto llokumet e fejes. Atë ke ishe mirë se na erdhe. Meri pesti. I ke qef të të mdet. Dhe jo vetëm kaq, po mbetën thjesht tituj, sepse dhe ata që i morën kokër leku se pan me sy. Po që do lekë? Po që do lekë? Fundi artistët ma ajër jetojnë. Po artisti një laft mirë, thuj shtyjnë njëtën e. Edhe i laft tjetër shtyjnë pensionin, mbaroj, iku jeta, kaj, që do? Dhe piranja jonë, Lorena Resula e takon rektorin e universitetit për të sqaruar pse prapa këtij vendimi. Piranja e mobile, Lori Resula e mutada cento, eri pensiero. Do aplikoj dhe unë. Jo, më ua bu unë që nga mirë fare. Këtë libër? Të të zëvëncoj ty? Ndajmë datat bashkë, fantastike.
Studentët shqiptar her pas here kanë ngritur zërin për problematikat e shumta në të gjithë universitetet në rang kombëtar. Kostoja e studimeve, cilësia e infrastrukturës dhe shërbimeve, praktikat institucionale, mungesa e përfaqësimit janë vetëm një pjesë e çështjeve të trajtuara. Mirë po sot nuk do të flasim për studentët, por për pedagogët, të cilët rrallëherë kemi dëgjuar të shprehen publikisht për problemet e tyre. 10 vjetësh jam pedagog i brendshëm në Akademinë e Arteve, që nga periudha kur unë kam qenë pjesë e këtij stafi akademik, ka patur një vendim të Këshillit Ministrave që bllokoi, të themi, cikli i tretë i studimit apo titujt akademik. Ka qenë një ngërsh, domethënë, i sistemit arsimor, i cili në vitin 2021 me një vendim të Këshillit të Ministrave që i jep Universitetit të Arteve statusin e veçantë, i jep të drejtën që persona me atribute dhe me karrierë të spikatur ti ekuivalentohet karriera me titullin akademik. Për ta bërë më të qartë, më 10 mars të vitit 2021, me një vendim të Këshillit të Ministrave, Universiteti të Arteve ju dha statusi i veçantë si institucioni i vetëm publik i arsimit të lartë në fushën e arteve në Shqipëri. Ky status u dha me qëllim trajtimin e veçantë për efekt mësimdhënieje, veprimtarie akademike, të organizimit të programeve të studimit, njëjën e aktivitetit artistik si pjesë e aktivitetit shkencor. Me pak fjalë, ky status do të përmirësonte mënyrën e organizimit, funksionimin dhe mësimdhënien në këtë universitet. Kështu, sipas statusit, grada shkencore në këtë universitet për efekt të mësimdhënies nuk përbën detyrim, ndaj u vendos që personeli akademik, krijues dhe interpretues me arritje të shquara artistike t'i bëjë ekuivalentimi i aktivitetit artistike krijues me punën kërkimore shkencore. Më pas, në statutin e Universitetit të Arteve u vendos se duke u bazuar në këtë vendim të Këshillit të Ministrave, do të jepeshin titujt akademik profesor në arte dhe profesori asociuar në arte, që do të gëzonin të njëjtat të drejta si mbajtësit e titujve profesor dhe profesori asociuar, vetëm për efekt të mësimdhënies dhe atë financiar. Kjo do të thotë se ata pedagog që kanë spikatur gjatë karrierës së tyre artistike mund të fitoni titullin qoftë si profesor në arte, qoftë edhe si profesori asociuar në arte. Vjet hapet një thirrje që gjithë stafi i Universitetit të Arteve, kush e shifte të arsyeshme, të plotësonte dosjen. U krijua një komision i cili do të bënte vlerësimin e këtyre dosjeve, ndërkohë që VKM-ja për ekuivalentimin e karrierës e thot qartë që duhet të aplikonin vetëm njerëz me atribute të veçanta. Një pjesë e madhe, nuk e di, në mos gabojmë, domethënë diku te 50 apo pak më shumë, u pa arsyeshme që të përfitonin titull dikush asistent profesor në arte, dikush profesor në arte, dhe ndërta isha dhe unë. Të 50 apo 60 personat që kanë marrë titull, ta ishin të gjithë persona me arritje merita të veçanta? Kërkoni mendimin tim apo të komisioni. Komisioni deri sa i ka kaluar, do me thëni ka parë të tërë me merita të veçanta. Po unë di për shembull që në dosja atje ka patur një koncert shënon njëri në Fusharz, njëri shënon një koncert për shqiptarët jashtë Adeut në një lagje atje. Ti nuk më ta ekuivalentosh këtë me një shfaqje në Skala apo një hapje e sezonit në Shtatsoper në Vjenë. Janë këto çuditë e bukura që mund t'i gjesh vetëm në vendin tonë. Josef Gjepali është një nga tenorët më të njohur jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë kufive, pasi ai ka arritur të performoj në teatrot më prestigjioz në botë, si në La Scala në Milano, La Fenice në Venecia, Opera Bastille në Paris, Covent Garden në Londër, San Francisco Opera House, Sydney Opera House e shumë të tjerë. Tenori shqiptar me famë ndërkombëtare ka bashkëpunuar rregullisht me dirigjentët më të njohur, si Riccardo Muti, Zubin Mehta, Daniele Gatti, Nicola Luizotti, Renato Palumbo. Repertori i tij është shumë i gjerë dhe përfshin vepra të tilla si La Bohème, Madame Butterfly, Tosca nga Puccini, të gjithë repertorin e Verdit përveç Otellos, të gjithë repertorin e Donizetit e të tjera. Gjithë këto arritje janë jo vetëm maja e një karriere, por edhe krenari për artin shqiptar. Por kjo nuk e diferencon as pak Gjepali dhe të tjerë artist karriere si ai, nga grupi i madh i cili ka përfituar grada shkencore që për shumë kënd janë të pamerituara. Është një histori pak a shumë me ngjashme me dhënien pa hesap të titujve dhe çmimeve nga presidenca, që më pas u kthyen në anekdota. Por në fakt, çështja nuk është aq qesharake sa duket, për faktin se kjo hapje e rubinetit të titujve ka sjell tashmë shumë problematika, sepse për sa kohë nuk janë regjistruar ende nga Ministria e Arsimit, askush nuk përfiton asgjë nga ana financiare, edhe pse pedagogët me titull duhet të kishin pagesë të veçantë. Stafi drejtuesi i universitetit thotë që Ministria na thotë gjejni vetë fondet, po ky nuk është problemi jon, sepse kush drejton duhet të di dhe të drejtojë dhe të gjejë gjërat si duhet funksionojnë.
me ministrinë apo nuk e di me rangjet më lartë. Në fakt, Universiteti i Arteve me anë të një shkrese i ka kërkuar ndihmë Ministrisë Arsimit për rregullimin e efekteve financiare dhe regjistrimin e titujve akademik. Në përgjigjen e saj, Ministria ja bën të qartë universitetit se zgjidhjen duhet ta gjejnë vetë, duke qenë se titujt janë miratuar nga Senati Akademik. Ministria në fund, me siguri kur ka parë gjithë zallamahi që qofse mund të ishin maksimumi 10 veta në tërë akademinë që të meritonin dhe në këtë moment i atëshon 50 apo 60. Sipas Gjipalit, kjo dyndje akademikësh kur priteshin shumë më pak, duket se ka shkaktuar një kaos të cilin lektorët po e vuajnë edhe sot. Po në momentin që akademia e bën detin kos, normal që do venim në këtë rezultat, do me thënë që sot asnjëri nuk e ka një cop letër, do me thënë që ka fituar dhe me këtë titull dhe nuk ka as një gjithë tjetër, as nuk i shënohet, as kur ne firmosim në komisionet e provimeve dhe këto, unë quhem akoma Josip Gjipali asistent lektor. Jo më pastaj nga ana financiare që nuk bëhet fjalë. Por kjo nuk është hera e parë që pedagogët e Universitetit të Arteve përballen me një situatë të tillë. Ndaj kanë arritur në këtë pikë që kanë vendosur të flasin publikisht. Në fakt, duhet thënë se guximin për të folur hapur e pati vetëm Josip Gjipali, sepse shumë të tjerë fshehën kokën duke mos pranuar të japin opinionin e tyre përpara kamerave. Nuk dim nëse është çështje frike apo e kanë ndjerë se nuk u takon të flasin. Nga titulli i pamerituar që ju është dhënë. Para një 2 vjetësh na u premtua që dhe asistent lektor do na bënin lektor, do me thënë do rrisnin shkallët 1 nga 1. Duhet të bëj praktikisht më duket për 8-12 veta dhe përfunduam, do me thënë që shkoi lista një 30 e ca dhe ajo u doq. Dhe atë, njësoj si kjo thirrja e dytë, e bën me bindjen e plot që hajde ta bëjmë detin kos që kjo gjë mos të shkojë deri në fund. Ti gjirojmë prap këta njerëz. Për të sqaruar në lidhje me këtë situatë dhe me shpresën se diçka mund të zgjidhet, ne ju drejtuam rektorit të Universitetit të Arteve, zotit Erald Bakalli, i cili sipas Ministrisë Arsimit është i vetmi që mund të jap fund kësaj problematike, sigurisht në bashkëpunim me të gjitha organet e tjera të universitetit. Këto tituj janë dhënë nga Komisioni i Promovimit të Personelit Akademik dhe Senati është organi i fundit që i certifikon ato. Por mos harrojmë faktin që në Universitetin e Arteve për një periudhë kohore nga viti 2015 në vazhdim nuk janë dhënë më tituj, sepse ndryshu ligji, ndryshu akte nënligjore dhe sot jemi në 2025. Është një pjesë e stafit akademik që normalisht duhet të promovojmë në kohë dhe me kohë. Dhe numri sot duket sikur është i madh, por është një numër i mbledhur në kaq vite. Duke pasur parasysh që VKM-ja e ka pasur, domethënë si kush kryesor që duhet të kenë arritje të shquara artistike. Mund të themi që të 58 këta persona që kanë marrë titujt në fjalë kanë qenë realisht me arritje të shquara artistike. Dhe e dyta, duke qenë se juve thoni që Senati Akademik i ka certifikuar titujt pasi i ka vlerësuar komisioni. A nuk do të thotë se edhe vetë Senati Akademik duhet kishte pashtu një tjetër filtr gjatë certifikimit? Dokumentat kalojnë ke departamenti. Është departamenti ai që vlerëson. Departamenti i përcjell në dekanat. Dekanati i përcjell në Komisionin e Promovimit të Titujve Akademik. Më pas komisioni, pasi ka shqyrtuar dhe i ka vlerësuar, i ka votuar, i sjell në Senat për të mbyllur procesin. Pra, ka kaluar disa hallka. Unë me sa kuptoj ju doni patjetër të thoni nëse janë të gjithë të vlefshëm apo jo. Pikërisht atë duam të themi, sepse 58 akademik të arteve me një të rënd të lapsit janë pak si shumë në fakt. Është diçka që nuk mundem ta vlerësoj unë, të them, edhe pse jam rektor në universitetit. Është një procedurë e nisur më përpara, është një procedurë e mbyllur, nuk jam unë gjykues i një veprimi të bërë më përpara. Rektori nuk mund të ta vlerësoj, ama janë arritjet vetë ato që flasin. Por përpos kësaj, zoti Bakalli ka qenë një nga antarët e Senatit Akademik që ka firmosur për certifikimin e këtyre titujve. Sipas jush, mund ta meritojë të njëjtin titull një person që ka një karrierë të spikatur ndërkombëtare, që mund të ketë performuar në skena botërore, skenat shumë të famshme europiane. Në art është një pyetje shumë relative. Nuk mundet sot asnjë person, përveç gjykatës së shkallës së parë, të rrëzojë vendimin e Senatit Akademik. Kemi marrë që në momentin e parë feedbackun kryesor dhe një bashkërendim dhe një punë të jashtëzakonshme me Ministrinë e Arsimit për ta bërë sa më mirë. Të bashkëpunimi, pse nuk e keni dhe tani që këto tituj nuk janë të regjistruar e para dhe e dyta si nuk kanë asnjë efekt financiar? Në momentin që ka dalë udhëzimi për regjistrimin e formës së diplomës së titujve akademik që bëhet nga institucioni i Akshit, nuk ishte parashikuar dhe nuk ishte menduar që Universiteti i Arteve ose më nesër universitetet e tjera me status veçantë mund të jepnin një titull ekuivalent me to. Kam pasur një komunikim me këto institucione ku i kam kërkuar mundësinë e dhënies dhe regjistrimit të titullit akademik. Më qelloi kjo periudha i çik jo fort e këndshme periudha e zgjedhjeve, pasi ju e dini që shumë akte nënligjore ndërpriten. Shpresoj që më mbrapa të shikohet. Është bërë një vit që nga momenti që janë lëshuar titujt. Atëherë është bërë një vit, por juve duhet. Përsa zgjidhjet kanë qenë vetëm gjatë ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë, por mos harro.
Titullin to persona e kanë marrë në momentin e hyrjes në fushat zgjedhore për institucion të arsimit lart. Më pas është momenti që neve marrim lejen, sepse është qershor korrikum merret leja zyrtare. Ardhja në gusht ka filluar më një herë punën me akshin dhe me institucionet tjera për të parë këtë akt nënligjor për ta ndryshuar dhe për ta bërë Universitetin e Artit pjesë të gjithë institucioneve të tjera. Për pak muaj po na vjen gushti dhe duket se gjithë kjo kohë nuk i ka mjaftuar rektorit për të bashkërenduar punën dhe për të gjetur zgjidhjen përfundimtare me gjithë institucionet e tjera. Ministria e Arsimit në një përgjigje juve ka thënë që këto tituj janë miratuar nga Senati Akademik, ndërkohë që për pjesën financiare i takon bordit të administrimit të universitetit apo jo. Çfarë zgjidhje duhet i jepet në këtë rast nga ana juaj, nga universiteti, nga bordi i administrimit për të pasur efektet financiare meqense titujt nuk janë regjistruar ende të paktën nga ministria? Është ndakursuar dhe kërkuar nga antar senatit dhe të bordit në mbledhjen e fundit që të kërkohet në një moment sa më të afër pjesa e regjistrimit dhe dalja e akteve nënligjore për titujt profesor të asociuar në arte dhe profesor në arte. Me sa po kuptojmë, për gjatë gjithë këtij viti rektori së bashku me senatin dhe bordin pas kanë hapur një vrim të madh në ujë pa bërë asgjë konkrete. Do të thënë deri në momentin që këtë titull nuk regjistrohet nga ministria, nuk mund të ketë efekt financiar nga ana e universitetit. Numri i stafit akademik është më i madh se sa universitetet e tjera, sepse ne kemi orë individuale të shumta dhe për këtë arsye universiteti nuk ka mundësi financiare për përballuar vetë pa të ardhurat. Pikërisht pra, duke e ditur këtë gjë, atëherë pse nuk u bë që këto tituj të mos jepeshin për kaq shumë persona, por të jepeshin realisht për ata që e meritonin dhe që kishin arritje të spikatur artistike? Dikush në këtë institucion ka karrierën e vet. Dikush e ka shumë më të madhe, dikush e ka, por jam i bindur që aty dosjet janë parë dhe kanë plotësuar kriteret. Duke qenë se ju thatë që vetë universiteti nuk arrin që ta përballojë dot pagesën për tituj, do të kërkoni që kjo pagesë të bëhet nga ministria? Patjetër. Ju e keni marrë përgjigjen fakt nga ministria dhe ju ka thënë që këtë gjë duhet ta bëjë vetë bordi. Do bëni sërish kërkesa të tjera? Kur bordi nuk ka të ardhur. Por në rast se ministria sërish kthen të njëjtën përgjigje, çfarë do të bëhet atëherë? Atëherë do ulem prapë me bordin ta mendojmë dhe të flas më para se çfarë do kërkojmë. Po, për sa kohë juve thoni që universiteti nuk i ka të ardhurat, si do i gjeni zgjidhjen atëherë? Po më kërkon një zgjidhje tash për momentin që po besoj se në këtë një vit duhet i kishit menduar të gjitha situatat. Tu nuk e kam bërë një vit si rektor. Megjithatë unë të them që jam palë dhe pjesë me stafin tim akademik për të bërë më të mirë. Dhe për këtë keni e bindur. Shpresojmë. Një super performancë, kishim menduar shumë. Kishim punuar fort. Gjithsesi të shkojmë aty ku e kemi pikën e fortë që është fjala, sepse javën e kaluar pam pjesën e parë të ekspozes mbi Ermes Hoxhallin, i riu nga Devolli që i nxori të palara gjithë Ministrisë Arsimit dhe ja vari aty. Aty te teli jashtë ishte gjithë bota po Tani, të thuash të palara është pak, se a ka lavatriçe kjo ministria? Po a keni laçë rrobash ju aty më? Se nuk ka pajisje t'ju marrë përsipër. Po çlavatriçe, lavatriçe, po ku bën derman lavatriçja? Tu duhet një pastrim kimik edhe nga ato të mirët, nga ato. Në pjesën e parë në fakt u njohëm me të kaluarën e Ermesit, takuan prindrit, mësuesit dhe shokët e shkollës, të cilët vërtet dukeshin të tronditur nga veprimi i tij. Por, ato skena mua më nëzorën dhe më të fëndërit mallin e ati filmit shqiptar, shoku ju në Tili. Në këtë pjesë të dytë mësojmë të tjera prapa skenat të skandalit që provokoi mbesa jon, Klea Rama. Ndjekim materialin e përgatitur nga Matilda Prendi. Ajo vërtet. Ajo vërtet, apo po. Javën e kaluar ju folëm për një gjeni të mashtrimit kompjuterik, 20 vjeçarin Ermes Hoxhalli, i cili përmes personazhit imagjinar që kishte krijuar me emrin Klea Rama, arriti të vinte në lojë sistemin arsimor në Shqipëri. Ai sajoi një projekt, gjoja në bashkëpunim me ambasadën amerikane, për t'i ofruar nxënësve shqiptar mundësi shkollimi dhe edukimi në SBA. Për të marrë aprovimin nga Ministria e Arsimit, Ermesi pati një ide brillante. I fshehur në emrin falso Klea Rama dhe nën këtë imazh, që në realitet është këngëtarja dhe modelja Grecia Abrams,
ai u hoj sigurisht e mbesa e kryeministrit Edi Rama. Dhe vetëm kaq u desh që Ministria e Arsimit i hapte dyert dhe të angazhonte shkollat nga veriu në jug për të realizuar këtë projekt kaq të rëndësishëm. Ju treguam gjithashtu se si ishte rritur me zvështirësisht në fshatin e vogël Qipan të Devollit, në një familje të thjeshtë mes blegtorisë e bujqësisë. Vizituam edhe shkollën 9-vjeçare, ku ai hodhi hapat e parë të edukimit, biseduam me familjarët e tij, komshinë, mësuesit dhe miqt, të cilët përshkruan një herë me skret tjetër nga ai që do t'ju prezantojmë pak më vonë. Gjunoj djashtë gjunoj. Po ti pse dori ja merrte mendja dikujt fushat e vëndë e gjithë ato. Të tërkshanti si ka mundësi. Ajo zdilte pe parku të derës. Kush e mori biçaf djashtë në dreq. Djashtë aty nuk ku kishte. Ti si dëgjosh në zeri. As problema si duanit, as irakis, as gjej. Jam habitur kur e dëgjova atë ditë kam qarë me çuptë. Vinte pe shkollë, rinte këtuja, bente detyrë, shkronte, bente. Rritu me vështirësi, në punë, në fshatra, punojmë. Djali vinte edhe me dhejnë, djali vinte grite denjë. Steca, filloi të shfaqte dëshirën për gazetar, për gazetar. Arte pastaj aty shkoi në disa kështu interpretime me gjimnazin, në teatrin e Korçës, u aktivizua. Kjo dëshirë e parë për të bërë aktor u kthye më pas në një ëndër e cila po shkonte drejt realizimit, kur Ermesi nisi studimet në Akademinë e Arteve. Nga një fshat i vogël ku jeta ndërthure mes punëve të përditshme dhe dëshirës për të bërë dikush, ai u zhvendos në kryeqytet. Por me sa duket, atje në shkollën e mesme kishte lënë në mes një projekt i cili do të vazhdojë edhe gjatë kohës së qëndrimit në kryeqytet. Dhe këtu nuk po flasim për një projekt të çfarëdoshëm, por për ato të mashtrimit të madh që më pas bëri bujë në të gjithë vendin. Sidoqoftë, në fshat apo në Tiranë, objektivat ishin të njëjta, edhe pse me forma disi të jashtëligjshme. Por para se t'ju tregoj me detaje se si nisi mashtrimi, kush u përfshi dhe kush e pësoi më rënd, le të kuptojmë pak pse e kurdisi me kaq detaje këtë zinxhir mashtrimi të institucioneve arsimore. Është hobi i tij, kaq. Të luaj. Të luaj. Ai do të di që nga një fshat i thellë i Korçës, luan me ministre, luan me drejtor, edhe shikon shkallën e nivelit, ku është ky me shkallën e nivelit ignorant që është poshtë në bazë, ku nuk njohin teknologjinë moderne, të cilën e ka përdorur ky para se të vinte në Tiranë. Niveli i IT-s është shumë i lartë te ky njeri, një emër buri ai edhe kam pritur si shpëtimtar. Këtu avokati ka të drejtë. Një i ri nga provinca që vën në loj sistemin nuk mund të konsiderohet as pak si më i keqi të këqinjve. Por më tepër që nuk ka përfituar asnjë lek nga mashtrimi që ka kryer nën emrin e mbesës imagjinare të kryeministrit Rama. Që Ermesi ishte një i ri me shumë ëndra dhe dëshira, mjafton të hedhim një sy në profilin e tij në Instagram. Aty shohim se kemi të bëjmë me një person të ndjeshëm, me pasione dhe me sa duket edhe me shumë njohje, pa harruar edhe dellin e tij letrar që e shpalos her pas here. Por tani le të shohim pak detajet e projektit imagjinar nga i cili u mashtruan të gjithë pa përjashtim. Çdo gjë nisi nga ky email që Klea Rama i dërgoi më datë 15 shtator 2023 ish zëvendës ministres Nina Guga. Kërkojmë që maturantët e të gjithë shkollave të arsimit publik shqiptar të plotësojnë dokumentin për shprehje interesi në projektin Let's Talk Together About US 2024. Projekti synon informimin për studime në Shtetet e Bashkuara, mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Tani kërkojmë lejen tuaj për të nisur bisedimet me zyrat vendore arsimore dhe më pas me titullarët e shkollave. Shpresoj të kemi një përgjigje sa më të shpejt pozitive, pasi jam pak e vonuar me procedurat. Klea imagjinare e kishte me nxitim. Projekti ishte serioz dhe duhej miratuar. Në kushte normale, Ministria e Arsimit do të bënte verifikimet e rastit. Por kur bëhej fjalë për mbesën e shefit, gjërat duheshin bërë me një të rënd të lapsit. Sidoqoftë, për të evituar çdo lloj hezitimi të zëvendës ministres, një ditë para dërgimit të emailit, Ermesi, duke u hequr si Klea, e kishte kontaktuar atë privatisht në WhatsApp. Sipas deklarimit që zonja Guga ka dhënë në prokurori, Ermesi, përveç se i kishte folur për projektin, i kishte dërguar edhe një foto të vetes. Jo të vetes, të vetes, bashkë me kryeministrin Rama. E gjitha fake. Dhe për të qenë i sigurt se zëvendës ministra nuk do të bënte ndonjë verifikim të fotos, Ermesi ja dërgoi asaj duke përdorur opsionin View Once. Në këtë mënyrë, zonja Guga do ta kishte të vështirë që ta ruante. Sidoqoftë, efekti ishte i menjëhershëm, saqë 3 ditë pas këtyre komunikimeve, projekti do të miratohej dhe do t'i delegohej për zbatim Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit, e cila ju dërgoi shkres një numër të madh zyrash vendore arsimore që më pas përfundoi në disa shkolla të mesme të vendit, duke i urdhëruar që të koordinohen me Klea Ramën për informimin e maturantëve. E theksojmë, asnjë verifikim në faqet zyrtare të Departamentit të Rinisë dhe Zhvillimit të Komunitetit në New York, asnjë konfirmim nga Ambasada Amerikane për vërtetësinë e projektit, asnjë kërkesë për vënje në dispozicion
të njëmjeti identifikimi të këtij personi që premtonte Amerikën për maturantët. Rëndësi kishte që në komunikime ishte prezantuar si mbesa e kryeministrit dhe kaq ka mjaftuar që Ministri i Arsimit të vijej në dispozicion të një mashtruesi. Nga ky projekt që ushtri në gjimnazet e Shqipërisë që nga Veriu e deri në jug, fatkeqësisht u mashtruan me qindra nxënës e mësues. Për ta bërë sa më të besueshme skemën, Hoxhalli u kujdes në detaje, duke shpalosur të gjithë kreativitetin e tij. Fillimisht, ai bleu këtë numër me prefiks amerikan, më pas hapi një adres falso me emrin e tij të artit, ku postonte foto të kryeministrit. Pra, një ditë fotografonte Xhaxhain teksa lexonte dhe një ditë tjetër shijonte kafen me të. Edhe për tekste shoqëruese të fotove, nuk ke çfarë thuash. Një genialitet më vete. Mbesa e Ramës pra. Pasi ndërtoi këtë profil të rem, i riu hapi edhe një faqe në web ku përshkruan se çfarë përfaqëson ky projekt dhe ku afishoi këto emaile, strukturën e komisionit të projektit dhe listën e universiteteve ku nxënësit mund të aplikonin për trajnime. Gjithçka tepër serioze. E kush nuk do të ndojë për të provuar një eksperiencë kaq të veçantë. Në këtë faqe, e ashtu quajtura Klea Rama kishte ndërtuar edhe këtë rregullore, programin, shortet që do thitheshin dhe datat e provimeve. Më pas do të vinte radha e këtij formulari, që ishte qershia mbi tortën e këtij projekti fake. Sipas besës imagjinare të Ramës, formulari vinte nga shtëpia e Bardh dhe duhej të plotësohej nga nxënësit pjesëmarrës. Ndërsa ajo që do të dëgjoni tani mund të ngjajë qesharake, por është vërtet e dhimbshme dhe fyese për trupat arsimore të shkollave pjesëmarrëse. Sepse i riu vuri në sfidë mësuesit, të cilët u bën pjesë e një votimi për përzgjedhjen e koordinatorëve në secilën shkollë pjesëmarrëse në këtë projekt. Ky është kabineti që ai ndërtoi, ku si drejtoresh të përgjithshme përzgjodhi mësuesin e anglishtes së gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë, Valentina Lamaj, ndërsa disa mësuesve të tjerë ju ofruan këto poste. E pasi Ermesi e shtroi rrugën e tij të bashkëpunimit, duke mashtruar mësuesit dhe maturantët e gjysmës së Shqipërisë, puna për realizimin e projektit filloi. E çfarë të shije? Nxënës që studionin fort duke ëndërruar për studimet për te oqeanit, mësues që punonin jashtë orarit për koordinimin, drejtorë dhe zëvendës ministre që dilnin publikisht duke përshëndetur Klea Ramën. Urojmë shpresojmë kemi fitus, mbase të bëhet më e mira për juve, për shkollën tonë dhe për gjithë sukses. Përshëndetje të dashur nxënës, e dashur Klea. Dua të uroj të gjithëve, në veçantë ty Klea e dashur. Një estradë që vazhdoi për një vit me aktivitete, fjalime, përshëndetje dhe pa dyshime përqafime nga larg për Klea Ramën, besën bukuroshe të kryeministrit, e cila nuk e harron asnjë moment vendin e saj. Tani, le të dëgjojmë pak deklaratat e atyre që e vuajtën bikuris këtë projekt mashtrim, të aprovuar pa kaluar në asnjëhat verifikimi nga Ministria e Arsimit. Projektin 24 pas një urdhëri nga Ministria. Projekti ishte më pas, por derisa u ndërprej, me falli kemi ndjekur. 200 herë, më tani linjë kemi qenë, se kemi qenë veç ne. Prezantimi i parë me ju. Një studente që ofronte bashkëpunimin ndihmën për të orientuar nxënësit në kuadrin e zhvillimit të karrierës për ata që kishin pretendime për të studiuar në Amerikë. Kemi qenë në kontakt edhe komunikim të vazhdueshëm në zëdan. Po unë kam qenë më pak e përfshira në këtë pjesën e saj sepse unë kam qenë pak e prerë. Ju keni folur në telefon, keni deklaruar në prokurori me vajzën. Jo, vetëm një herë kam marrë në fillim fare që jam filania dhe por çfarë po bëhet domosdoshmë për projektin tim. I thash zonjë dashur, keni sjellë tash shumë shpresë për këtë gjë? Jo, do t'ju vi tani. Kur të vi shpresa tash atëherë tash do vazhdoj të çdo procedurë. Në bisedën me drejtoreshën e ZVA Tiranë, për herë të parë shfaqet e bashkëpunëtore e Hoxhallit, e cila me sa duket është përdorur nga ai për të shtuar besueshmërinë që Klea ekziston me të vërtetë. Unë nuk i doja projektet se më ngarkonin pjesën e mësuesve mbas procesit mësimor. E keni dhënë miratimin, projekti është zhvilluar nëpër shkolla? Po e kam dhënë se ka ardhur me shkresë të lartë. Askush nga ata që folën nuk ka pse ndihet i mashtruar. I zgënjur po, por as pak i mashtruar kur urdhri vinte nga e prorët. Por edhe nga ministria nuk besoj se kishte dyshime. Ne jemi punonjës shteti, do bëjmë detyrat që na saktojnë shteti. Ne mund ta quajmë një mashtrim. Në momentin që unë quaj lojë, i bie që jam pjesë e lojës. Unë jam pjesë e lojës. Unë jam pjesë e procesit. Me ne nuk bëjmë gjë që nuk vjen pa leje. E morët seriozisht të gjithë këto? Ju janë shpërndar certifikata, nxënësve etj. Jo, nuk janë shpërndar. Projekti ka mbaruar të zhvilluar në këtë shkollë apo jo? Projekti nuk filloi. Pati disa trenzime WhatsApp-i dhe kaq. Duket që drejtori i shkollës Alidemi në Vlorë po mundohet ta bëjë sa më të parëndësishme këtë histori mashtrimi, por nëse shohim këto pamje, nuk bëhet fjalë thjesht për organizime në WhatsApp. Duhet theksuar gjithashtu se Klea Rama, alias Ermes Hoxhalli, ishte tepër kërkuese në punën e saj si drejtuese e projektit, duke u dhënë pjesëmarrësve detyra pafund. Por nga ana tjetër, tregohej e ngrohtë dhe miqësore, madje shpesh duke i ngacmuar bashkëpunëtorët e saj. Në këto mesazhe që ajo ka shkëmbyer me drejtorin e shkollës Alidemi në Vlorë, vihet re se ishte edhe një inkurajuese mjaft simpatike. Hajde, se ju kam krahasuar me gjimnazet e Tiranës. Mos më
njeni. Jemi më mirë. Do e shohim. Këto janë komunikime shumë normale, nuk krijojmë opinione të tilla sa që më tepër krenarje. Ndërsa ky është një urim për Krishtlindje i ndërtuar me një stil poetik që do stimulonte edhe më pesimistin. Për këto festa, unë dua t'ju uroj një det buzëqeshjesh dhe mirësie, bereqeti dhe mirëqenie, dashuri dhe paqe. Mos keni frikë të ëndërroni, sepse ëndrat bëhen vërtet realitet, gëzuar festën e Krishtlindjeve. Hugs and love from Klea Rama. Merry Christmas. Goxha motivuese, por festat kaluan dhe Klea nuk kishte kohë për të humbur me kortezi, prandaj nisi të shfaqte edhe një anë autoritare të saj, duke ushtruar presion mbi zbatimin e projektit. Pash që më keni dërguar një listë, por tërësisht gabim. Unë i kam dërguar Irenës, se di pse nuk ju ka dërguar gjë. Një lloj si xhaxha i saj kryeministër, Klea ishte shumë kërkuese ndaj atyre që tashmë ishin bërë vartësit e saj. Sa filloi organizimi, ne patëm ato pyshimet tona për shkak të tejkalimit të disa kompetencave. Na duken gjëra pak të çuditshme, kemi pas kërkesa që zhvillojnë gjatë orës procesit mësimor. Ishte i mbushur me aktivitete që nuk premtonin gjë. Po takime pa fund, gara, sfida, konkurse, përzgjedhje. Kjo mbështetet edhe nga drejtoresha e projektit Valentina Lamaj, e cila ka deklaruar se i është kërkuar nga Klea Rama që të organizonin plot 3 projekte, ku do të konkuroheshin në fusha të ndryshme midis shkollave në vend. Janë krijuar grupe Zoom, ku kanë marrë pjesë 7 antar vlerësimi, përfaqësues të ministrisë, zyrave arsimore dhe drejtues shkollash. Duket qartë që Ermesi ishte i fiksuar jo vetëm Totalli, por edhe Tilos të Vëndshe, drejtuesit më të lartë të sistemit arsimor në vend. Mësuesja urdhëroi gjithashtu që të shkonte në shkolla të ndryshme për të njohur nxënësit me universitetet e USA, dhe e gjithë kjo lodhje do të shpërblehej me certifikata pjesëmarrjeje të firmosura nga zyrtarja e ambasadës amerikane Amanda Robertson dhe vet Klea Rama. Por fat të keq, këto certifikata të aq shumë dëshiruara janë tërhequr nga mësuesit, ndërsa nxënësve nuk u kanë shpërndar pasi u konstatuan gabime në emrat e tyre. E po, Klea nuk mund të ishte perfekte në çdo detaj. Diku do të gabonte, dhe rastësia e dishi që të gabonte në emrat e nxënësve. Një detaj fare i parëndësishëm. Kjo mësuese thekson se edhe pse ishte drejtoresha e projektit, vendimet i merrte vet Klea Rama, listat i vinin të gatshme, edhe pse po shënoi emri i saj dhe vendose firma të cilën ja kishte dërguar të skanuar. Sa për vulat, vjeshin po ashtu nga Klea. Pra, mësuese Valentina ishte kthyer në një sekretare të thjeshtë të mbesës imagjinare të zotit Rama. Për mua e me radhë në disa shkolla njëkohësisht, nxënës dhe mësues kishin punuar fort, shpesh jashtë orari, për projektin amerikan që drejtohej nga Klea Rama. Drejtoritë e shkollave dhe drejtuesit e lartë arsimit po ashtu kishin qëndruar në dispozicion, duke u kujdesur që gjithmonë të ishin falendërues ndaj saj. Përshëndetje nxënës Kaltur. Përshëndetje më shpresë koordinatorët e projektit. Dua të uroj të gjithëve, në veçanti ty Klea dashur. Ju uroj të gjithë nxënësve suksese dhe fitoft më i miri. Përshëndetje. Unë jam Klea Rama, fushatare juaja që jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej disa vitesh. Jemi në prag të një kohe që nuk mund t'i bësh ballë tregut pa intelektualitet, ku unë shpresoj dhe besoj se projektet tuaja do të renditen ndër vendet e para. Fjala e saj përshëndetëse mbyllet me thënien e Jimmy Carter. Nuk është Amerika ajo që ka krijuar të drejtat e njeriut, janë të drejtat e njeriut ato që kanë krijuar Amerikën. Faleminderit. Uroj me shpresojmë kemi fitus dhe mbase të bëhet më e mira për juve, për shkollën tonë dhe për gjithë sukses. Në këmbim të këtyre falënderimeve, Ermesi do ta shprehte vlerësimin me shumë gjentilesë, si në rastin e kësaj drejtoreshe, të cilës i dhuroi një buqet me lule. Pse solli një buqet me lule? Ishte festa marsit dhe fitoria e çmimit. Kur kemi bërë festën e dhënies së çmimeve. Se kemi bler tortë dhe kam lënë me lekë të mia. Fituam çmimin, po çmimin. Shkollën. Por që kënaqësi, imagjinoj tani të fillojë një projekt nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe shpallës fituese. Kjo është një gjë e bukur që e kemi bërë me shumë kënaqësi. Tashmë, kur ka kaluar gati një vit, drejtoresha merr me sportivitet, por imagjinohet mirë trështimi në ditët kur mësoi të vërtetën. Në të njëjtën kohë që Ermes Hoxhalli ndërvepronte me këtë skemë mashtrimi, ai po angazhohej edhe me një projekt tjetër, që po e zhvillonte në kuadër të studimeve të tij, kësaj radhe pa ndihmën e Kleas, por këtë më mirë na e shpjegon ky ish nxënës. Para këtij projekti Let's Talk Together ishte një projekt tanat për shkrim. Që erdhi nga bëri ca audicione gjasme në përgjithësi shkollat më të mira, se gjasme në projekti ishte që bëhej një shfaqje teatri ku të merrnin pjesë edhe mësuesët si regjizor. Ai vlodhi gjithë mësuesit
disa të filloj të flise për letërsi. Ky 18 vjeç vonte si mirë. Me vetë besim qartë, dhe zyshat, ati, se po e merin të më qërëzish, kushte ky ishte vendosur në ato programin e vetë, edhe vetë që të latë në zonë keq, nuk e se e bëndi mësuesat me qëllim. Sikur këto dyshim ta kishin pasur edhe ndaj një adoleshenteje imagjinare, kush e di sa situata do ishin kursyer. Por fati e deshi që ajo të ishte mbesa e zotit Rama, dhe jo një iri që aspironte të bëhe aktor. Po na bëndi një lloj ushtrimi ky me frymëmarrje të frymëzjerë. Nuk e di se kanë këto muzikantët dala. Ky ishte momenti i prinçaka. Po të qesh me zyrta. Ai nuk e bëri përshtypje se më thonë vazhdonte sundje fare se ky. Sepse Ermesi i kishte ide të qarta. Do thënë historia me Hermesin këtu përfundoi. Pastaj kam lexuar Let's Talk Together About US, po s'është përmend fare emri i tij. Ne kemi bërë provime, kemi konkurruar me njëri tjetrin, pasi përfundoi gjithë procesi dhe dolën më të mirë. Ti ishe një ndër to? Po, një ndër to. Ndër 20. Që ishte provim tek për tek me ekspert, me mësues biologji, tese matematik, biologji në anglisht, me komisione me gjëra, edhe ai që kualifikonte të nga projekti. Imagjinoni pak me 10 ranëzënës, por edhe prindër të mërzitur, duke menduar se kanë humbur mundësinë e jetës. Por sidoqoftë, dikujt do t'i ndriste fati. Kuptohet, edhe fal punës sistematike. Dhe ato 20 veta që dolën, fillon gjatë me përgatitet për apletimin për USA. Na kërkon dokumenta, jo vërtet banki, llogari bankare që ketë paktën minimum 500 euro, gjatë me tjetë besueshëm për universitetet që do aplikosh atje. E vetmi kapitullim që ka qenë, që sa ka dhënë indicje për dyshuar ka qenë me emrin e ministrisë. Duke bërë gjithë ato procedura të rregullta, të dalë lajm nga Ministria e Arsimit, zëvendës ministrat na thonë që shikoj se është gjithçka transparente, gjithçka kështu. Si shkruan dyshim, pavarësisht me personelin tonë që ka qenë koordinues e bisedonin, por si ka mundësi një vajzë me emrin e kryeministrit të bëjë gjithë këtë gjurëllësi më thënë. Por Klea nuk dilte me flamur në dorë, duke treguar për lidhjen familjare që kishte me të parin e vendit. Por ama nuk kursente raste pa ndërtuar skenare ku Liaj të kuptohej diçka e tillë. Ka bërë edhe Snapchat. Edhe na dërgonte video sikur po shkon gjashme me kryeministrin për rrugës. Bile se çka ka bërë. Pa ka qenë një rast i mitingut që po të bëre Derama atje në Greqi, kishte bërë screenshot gjashme sikur kishte shkruar gruaja e kryeministrit, kishte shkruar tetoja aty. Sikur kishte shkruar që më shumë paska këtu se sa në Shqipëri njerëz. Mbrapa kemi marrë vesh nëse kush ka qenë. Por ka edhe nga ata që ende sot nuk e din që kanë rënë projekti i mashtrimi. Për shembull, kjo ish nxënëse që ka dalë publikisht duke lexuar fjalimin e Klea Ramës, nuk kishte marrë vesh asgjë derisa u takua me ne. Unë jam Klea Rama, një bashkëpunëtare juaja që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej disa vitesh. Fjalime, si thashta dha. Na dha zysh, tha do lexosh për nesër. Është një tha që do të vinë këtu, tha për pa mundësi na bën përshëndetje për lajm, edhe tha në vend të asaj do lexosh ti. Atëherë Klea Rama nuk ka qenë një person real. E ke marrë vesh apo jo? Jo, se po s'kam diçka. Ndihesh pak e zgënjur duke qenë se ka vënë lojë ose ke lexuar diçka që Po, normal, tani që e marrë vesh. Po nuk thënë as mësues as një gjë çfarë ka ndodhur? Jo. Në shkollën tonë nuk besoj të jetë diskutuar fakt sa kam qenë në shkollë. Ka përdorur dhe skema të tjera me aktorë të tjera, apo ky është mashtrimi i parë që ka bërë? Jo, i parë. Ka qenë i fokusuar te mënyra e arsimimit, ka tentuar të hyjë deri në shtëpinë e bardhë në Washington. Jo, aty nuk ka penetruar dot. Kjo ka qenë frikë e ambasadës amerikane, që përdorimi i teknologjisë mos të ndrynte në të dhënat apo databezin e shtëpisë bardhë. Po si nisi rrëzimi i gjithë skemës së ndërtuar me aq mjeshtri dhe kujdes nga 20 vjeçari? Gjërat filluan të merrin një rrjedh tjetër, ishin hyrë të dyshimet tona, kështu që nuk është se i respektuam gjitha kërkesat. Këto dyshime erdhën pasi Klea e ngriti stekën e talljes, duke kërkuar që të neglizhohej procesi mosimor për të kryer një nga fazat e projektit. Ajo madje ushtroi presion mbi mësuesen koordinatore të shkollës Alidemi në Vlorë. Në këto kushte, drejtori u detyrua të interesohet personalisht pranë ambasadës amerikane dhe aty kuptoi se gjithë këto sakrifica që së bashku me kolegët kishin bërë për nxënësit e tyre, kishin qenë thjesht mashtrime. Menjëherë sapo përfaqësuesja e ambasadës amerikane, Amanda Robertson, e përfshirë në projektin e mbesës imagjinare, deklaroi se nënshkrimi në këto certifikata nuk ishte i saj, materialet u dërguan për ekspertizë. Dhe përgjigjen besoj e merrni me mend. Ndërkohë, më datë 6 mars 2024, pasi edhe ambasada amerikane u vu në dieni nga zyrtarja në fjalë për falsifikimin e dokumentave, prokuroria nisi hetimet, gjë që do sillte edhe fundin e Klea Ramës. Sektori për hetimin e ndërhyrjeve kompjuterike, përmes pasuardeve të adresave që qarkullonin në ministri dhe në zyrat arsimore, të hapura me kredencialet e vajzës imagjinare, bie në gjurmët e Hermesit. Ai thirret në prokurori, më datë 1 korrik 2024, si person që ka dieni për rrethanat e hetimit. Dhe aty u përpoq të mashtronte sërish. Në deklarimin e tij, është shprehur se Klea Ramën e njihte nëpërmjet Instagramit dhe i kishte bërë follow pasi i kishte dalë te sugjes. Pas një sër mesazhesh, ajo i kishte ftuar të bëhej pjesë e projektit
Let's Talk About US, por ai e kishte refuzuar pasi ishte i zënë me provimet, por pas shumë kërkesave të saj, pretendon se e kishte ndihmuar për të realizuar disa postera dhe video për projektin. Mes të tjerash, ajo e kishte shprehur edhe faktin që ishte e afërmja e kryeministrit. Një trillim i holl që do të vazhdonte përballë syve shpotitës të agjentëve të hetimit kompjuterik, të cilët e dinin që protagonisti i mashtrimit ishte ai. Sidoqoftë, ata vazhdonin të qetë të dëgjonin rrëfimin interesant të Ermesit. Sipas tij, kërkesat e Kleas sa vinin e shtoheshin pas posterave dhe videove. Ajo kishte pasur nevojë edhe për logon e Departamentit të Shtetit dhe logon e vulës së Këshillit të Ministrave. E pasi ja kishte dërguar këto, të cilat i kishte gjetur online, ai e kishte pyetur shoqen e tij virtuale se si qëndronte e vërteta dhe se kush ishte ajo, por Klea i ishte përgjigjur vetëm me një thanks. Pyetjes së prokurorisë se përse në telefonin e tij gjendeshin edhe foto të këngëtares amerikane Gracie Abrams, ai u justifikua se pasi kishte konstatuar se Klea Rama përdor foto të saj, i kishte shkarkuar ato dhe kishte këshilluar shoqen e tij për të updateuar profilin e saj me foto të reja. Menjëherë, pas këtyre deklarimeve as pak të besueshme, prokuroria do të sekuestronte 2 telefonat e Ermesit, në të cilët gjeti një thestar të vërtet. Dokumenta të falsifikuara, si certifikata, letër nga shtëpia e bardh, formular aplikimi, listë nxënësish, fjalime, modele shkresash, listë shkollash, rregullore projekti, teste, proces verbale, logo të shtëpisë së bardh, logo të Departamentit të Shtetit, logo e vulës së Interpol, foto aktivitetesh, dëftesa, foto të modifikuara me Edi Ramën, mesazhe të modifikuara me Mimi Kodhelin dhe Elisa Spiropalin dhe djalin e vogël të kryeministrit. Pas marrjes në pyetje, Ermesi u la të jetojë në gjendje të lirë, ndërsa nëpër shkolla ishin hapur fjalët që projekti për të cilin ishin lodhur aq shumë nuk ishte i vërtet. Dhe këtu, për herë të parë, Klea Rama përballet me kërkesë llogaria nga nxënësit në grupin e WhatsAppit. Kjo është shumë serioze, përderisa është bërë mediatike dhe mendoj që kaluan të gjitha fazat e projektit dhe nuk pati asnjëherë një përfaqësues të huaj të fliste mbi këtë projekt dhe asnjë faqe zyrtare të huaj, për shembull faqe Instagrami që dëshmon mbi projektin jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet e tjera. Mis, të lutem rezervo deklaratat ose mendohu mirë përpara se ti thuash, sepse aty thuhet që ne ju kemi kërkuar lek ju. It's really this? Unë po flas me prokurorin për zbardhjen e rrethanave. Sa po dërguam çështjen në prokurori? Keni diçka zyrtare që mund të na tregohet ne nxënësve që është vërtet një projekt legjitim, sepse edhe ne jemi të shqetësuar tani. Be happy and smile, don't worry. Pra, pasi luajti mirë për shumë kohë me punën dhe mundin e tyre, Ermesi nuk ushteu as talljet, që nuk zjatën shumë, sepse në fund të korriku 2024, ai do të arrestohej për mashtrim kompjuterik dhe falsifikim të dokumentave, e që nga ajo ditë ai ndodhet në burg. Fillimisht kaloi një periudhë shumë të rëndë, ditë e para. Më pas ku shtuam kontaktet në paraburgim, me të arriti të balancoj ndjesinë, mentalitetin e tij me një shkollë të dytë që është burgu, por që ai nuk e gjen veten aty normal. Ajo që ai gjen veten në vënia në dispozicion të një kompjuteri dhe mendime e programeve që të apo në zhvillim që mban. Sot njerëzit që përdorin IT-n apo teknologjinë, por po shkojnë për fushata zgjedhore, po zgjedhin edhe president të Republike, kurse ne kemi mendjen vetëm për të mbajtur qoftë një njerëz pa shkollë me diplomë të blerë, edhe një person që është i lindur për atë punë ta rëndojmë duke e mbajtur në burg me një kohë që askush nuk i intereson. Sipas avokatit, një individ i tillë mund të jetë një aset në ndihmë të policisë për të ndihmuar në situata të ngjashme me ato që shaktoi vet. Unë kam qenë në Spanjë dhe ishte një fëmijë 7 vjeç i cili hynte në programin e IT-së aviacionit dhe prishte gjithë regjimin e aeroportit. E gjetën, i lidhen rrogë sa 10 fishi i rrogave që merrin prindrin e tyre. Ai ishte vetëm 7 vjeç. Të njëjtën gjë duhet bën edhe shteti shqiptar. Po shteti shqiptar në rastin konkret shikon më shumë të rritë numrin e të dënuarve, që s'duhesh mas fare ndaj tij, por duhet qeveria shqiptare ta punsonte. Ky është lindur dhe këtë nuk arrin të kuptojnë. Ja e mbajtë 2 vjet, 3 vjet në burg, prapë me atë ditë të bëj. As arresti në shtëpi, as si zog që e mbajmë ne në burg, është kot. Pra, ka përmisa që ta bëj sërish. Atë ditë të bëj, por këtu është problemi. Sa e aftë do të jetë qeveria shqiptare për ta thithur trurin e tij. Truri i tij blihet me miliona. Një lloj si Frank O'Bugnell, falsifikatori i famshëm, i cili më pas u rekrutua nga FBI, atje ku sot e kësaj dite është e angazhuar në zbulimin e rasteve të mashtrimit. Dhe fati madh që s'ka në lek, sepse fliste në emër të Shtetit Bashkuar të Amerikës, fliste në emër të kujdo, dhe askush nuk e dinte rrugën. Po desh të kanalizohesh kjo nëpërmjet ambasadës amerikane. Turistnia ka qenë shumë e lartë. Kjo çështje është ambasadës. Nëse nuk do të ishte përfshirë
përfshirë ambasada amerikane në këtë histori mashtrimi, gjërat mund të shkonin ndryshe për të riun? Këta ka thënë ambasada dhe nuk jam ban të japi pafajsi. Imagjino ambasada të ndryjë dhe për njerëz jo të fajshëm. Problemi më i madh është çfarë do ndodh nesër me këtë njeri. Në një njeri që i ka ide brillante dhe unë i bëj thirrje që truri i tij të përdoret për qëllime të dobishme nga ana e qeverisë shqiptare. Ky është këndvështrimi i avokatit të Hermesit. Sidoqoftë, duhet theksuar se pavarësisht mendjes brillante që mund të ketë, ky i fundit ka luajtur me ëndrrën e qindra nxënësve dhe mundin e 10 mësuesve. Që në momentin që ne po flasëm, unë po edhe zari po më dritet. Ndjesh bosh. Nuk besoj se është ndjer mirë kur ti vesh, dakor? Keni investuar shumë? Po jemi më, sa po kemi investuar? Normalisht sa. Është gjëja më absurde të shkoj domethënë një 18 vjeçar të bëj gjithatë mashtrim si gënjesë pesimiste. Dhe s'kam gjikuar dhe se duke u marrë për këtë hajtë se po aplikoj për USA, s'kemi pa vende tjera. Nga që lloj edhe për provimet e maturës doli si mashtrim, jo stres, jo gjëra. Jeni zgënjur nga ky projekt duke qenë se u angazhuat kaq shumë edhe nxënësit? Ato se morët seriozisht. Gjë që u letësova për një vit të gjatë pune të vajtur dëm. Flea, flis orar pa orar. Nëse fundi i këtij mashtrimi, për disa ishte lehtësim, për drejtoreshën e gjimnazit Qemar Stafa, duket se ishte fillimi një maksi. Unë nuk do doja që askush të jetë në një pozitë të tillë. Unë nuk mund ta besoja dot, shumë e dhimbshme për mua, shumë e dhimbshme. Dhe kjo që për mua ishte e tepërt. Është për gjithë ekuilibri familjar. Je në një ditë të bukur, në kulmin e gjërave të tua të bëra, në një ditë provimi mature. Të vinë dy persona të thonë që hajde këtu dhe ti e për këtë gjë dhe të rezultosh që ti je në hetim, problemi frike, është një llosje masive, sepse ishte diçka që të gjithë jemi zënë në befasi. Për këtë gjë jemi të keqardhur, se të gjithë kemi punuar. Ndërkohë që për nxënësit dhe mësuesit, përjetimet ishin emocionale dhe me nota trishtimi, për zyrat vendore të arsimit duket se nuk ka pasur të njëjtin impakt. Në fund të fundit, puna e tyre ka qenë të bënin thjesht forward emailin. Si projekt e mbaj mend vetëm pjesën e mbylljes, nuk është se di që të jetë zhvilluar. Jeni e sigurt sepse kjo ka dalë në të gjitha mediat, besoj jeni informuar? Jo, se kam si informacion. Nuk ndikoi as pak te ju si zyrë vendore arsimore? Jo. Po si jo? Nuk ju ka shkaktuar asnjë shqetësim gjithë ky mashtrim? Domethënë, nëse nuk ju shkakton juve, kujt duhet t'i shkaktoj? Tani ai projekt nisi dhe u mbyll. Jeni vendosur në lojë, prandaj u pyes. A jeni zhgënjur? Nuk më kujtohet që t'ju kthej një përgjigje për këtë gjë. Sepse i keni marrë vesh edhe nga ju që është një skem mashtruese, nuk e mbaj mend për çfarë bëhet fjalë. Dakor, për Klea Rama nuk keni dëgjuar asnjëherë më parë. Jo, nuk e kam dëgjuar këtë që po më thoni. Jeni zhgënjur kur mësuat që gjithë kjo ishte mashtrim dhe jo një projekt real? Patjetër, gjithë ato mësues gjithë pjesën e kësaj. Jam vënë lojë, sepse normalisht një person i cili ka shkresa të ardhura nga institucionet e prore të tij nuk dihet në lojë. Mendoni që ka dështuar sistemi arsimor duke qenë se nuk ka konfirmuar asgjë? Jo, nuk mendoj se është kjo gjë. Mos harroni edhe një gjë, se në çdo institucion ka pasur jo hakra, ju e dini që edhe në mes Amerikës ndodhin gjëra të tilla. Thuajse të gjithë drejtuesit e ZVA-ve në rrethe vendosin duart përpara duke mos pranuar asgjë përgjegjësi për mashtrimin e pësuar, ndërkohë që ka një person të përfshirë direkt dhe ndoshta më e sulmuara padrejtisht në këtë histori. Kuptohet, pa dijenin dhe pa dëshirën e saj. Zonja Valentina, përshëndetje, si jeni? Unë jam Atida Prendi, gazetare nga Piranja. Doja të pyesja në lidhje me projektin e Klea Ramës që ka rezultuar mashtrim. Ju jeni zgjedhur si mësuese koordinatore dhe jeni ajo që për fat keq jeni vënë më shumë në lojë nga të gjithë. Se është përdorur dhe firma juaj, keni bërë dhe një video përshëndetse. Normalisht gjithçka ka dalë në dritë, jam sulmuar pa të drejtë, nuk kam pas asnjë moment procedim penal. Të ju që i keni mbusur gjitha mediat e dini shumë mirë se jam vjer unë. Jena vjen keq realisht. Të lutem, nëse do t'ju kishte ardhur keq nuk do hitni të baltë mbi një person që ka punuar dhe ka ndjekur të gjithë rregullat që ka punuar. Pavarësisht se është hera e parë që ne po merremi me rastin Klea Rama dhe zonja Lama e po na sulmon padrejtisht, e mirë kuptojmë gjendjen e saj emocionale pas akuzave absurde që u hodhën për bashkëpunim në mashtrim. Kam qenë në punë. Të mendoj vetë se mund kem dirë, kam kaq vite në profesion dhe kam punuar me ndershmëri. Unë kam dalë me ekskluzive për drejtat e mia. Kështu që jam me kokën lart, kam bërë një punë që më është ngarkuar, nuk i kam hyrë në hak asnjërit dhe 68 koordinatorë që kanë marrë pjesë duhet të gjithë të ngrihen dhe të flasin për këtë. Gjithçka mund të diskutoni dhe të kërkoni ata që ne na kanë urdhëruar me drejtorinë, me ministrin dhe kaq. Ata që unë kam kërkuar duhet prononcohen dhe akoma kërkoj të prononcohen. Zonja Guga, përshëndetje, si jeni? Kam ardhur të pyes në lidhje me projektin Let's Talk About US nga Klea Rama që rezultoi mashtrim. Është një çështje e mbyllur. Vetë dia si jeni ndjer, duke qenë se jeni ju që i keni dërguar emailin në ZVA, DAP, edhe më pas u dorëzuan në të gjitha shkollat. Jo, nuk jam unë. Jeni ju sepse kam deklarimin tuaj në prokurori. Jeni ju që keni bërë një përshëndetje në rrjetet sociale, e keni dërguar ju emailin nëpër shkolla dhe nëse nuk do ta bënit ju nuk do të ndoste kjo gjë. Më falni.
A mendoni se ka dështuar sistemi arsimor momentin që ju nuk verifikoni asgjë? Zënja Gugaj, lutem. Momentin që ju nuk verifikoni asgjë, por unë respektoj media dhe të gjithë. Mjafton që thjesht një person të thotë që është mbesa e kryeministrit dhe ju ta merrni gjithë këtë aksion? A nuk duhet ta verifikoni më parë, zonja Guga? Zonja Guga, jeni vënë në lojë nga një person që pretendon se është mbesa e kryeministrit. Nëse ju do ta kishit verifikuar, gjëja nuk do të arritet deri këtu. Ju lutem, mos më pengoni. Ka mundësi se nuk mund të përgjigjem për një çështje të mbyllur. Zonja Guga nuk pranon asnjë përgjegjësi për çfarë ka ndodhur në kurrizë të nxënësve dhe mësuesve, edhe pse ka qenë në majën e piramidës së këtij projekti fantazëm, që u pranua vetëm për shkak të një fjalie. Jam mbesa e kryeministit Rama. Si ka mundësi mos interesohet njëri mos çaj kokë parë. Si nuk doli ministri i arsimit me thonë, çka ka ndodhur, ose na pyes si është puna. Mos kanë bërë dëm monetar, dëm emocional gjatë gjithë kësaj periudhe. Ndërkohë që doli vetë ministri, Erlina Gova, duke na garantuar. Nuk dim nëse duhet të qeshim apo të qajmë me këto që sapo pam, por diçka është e vërtet. Nga ky mashtrim i të riut nga Çipani dhe Vollit, pati nxënës që mësuan më mirë dhe mësues që punuan me më shumë përkushtim. Ke fundit, si më thonë, nuk është se kemi humbur gjë, eksperiencë e re. A nuk është ky arsimi që ndorojmë për dekadash? Për gjithë ata që mendojnë se të vetmi të aftë për të shkatruar natyrën jemi ne, do ju zgënjej, sepse kësaj radhe fatkeqësisht në garë kanë hyrë dhe vëllezërit tanë nga Kosova. Tani fakt po e kuptoj tamam atë shprehjen të morshat ligat, po ku na morën vesin më të keq. Po si nuk erdhi njëri të na marrë këtë kryevesin tonë njëri këtu, ha? Pse se marrin këtë? Atë se merr njëri ose ai s'na lën ne. Gjithsesi, për të bërë serioz, piranja jone Dona Gashi ka shkuar pikërisht në Prishtinë për të parë nga afër këtë masakër mjedisore. Këto nuk janë pamje që vinë nga India apo Afganistani, por nga Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, i cili po mbytet në mbeturina, por edhe në mungesë të përgjegjësisë institucionale. Por kush është fajtori kësaj situate të paprecedent që vazhdon prej shumë javësh në gjithë qytetin me 300.000 banor? Kompania pastrimi? Komuna e Prishtinës? Apo politika? Le t'i marrim me radhë. Në kompaninë pastrimi, që pavarësisht emrit nuk po pastron asgjë këtë ditë, gjërat bëhen me një herë të qarta. Drejtori tregohet i prerë. Kapacitetet për të pastruar Prishtinën janë, por mungon karburanti apo siç njihet në Kosovë derivatet. Kapacitete jashtëzakonisht vështira, sepse kemi mungesë të naftës. Nuk kanë ndjenjë mirë, nuk është as e mirë as për neve si ndërmarrje. Ne kemi thonë dhe kemi potencuar edhe përmes reagimeve zyrtare që kemi pas me komunën. Në realisht komuna nuk na është përgjigj asnjëherë këto reagime zyrtare dhe kërkesat që kemi pas ndaj tyre dhe ofrimin e zgjidhjeve në këto situata. Ne kemi paralajmëruar shumë më të një rrezikim të tillë gjendjes. Ne kemi njoftuar edhe vetë prokurorinë e shtetit dhe policinë shumë më të që mos të vjen në një situatë e tillë për shkak të disa veprimeve të jashtëligjshme që po ndodhen atje në komunë. Me pak fjalë, qytetari paguan në komunë, ndërmarrja nuk paguhet nga komuna dhe qyteti mbetet në plehra. Në situatën ekzistuese ne duhet t'i marrim pagesat drejt për drejt nga qytetarët dhe jo komuna. Dhe komuna ka bënë thirrje të jashtëligjshme, disa veprime të jashtëligjshme, edhe mbi bazën e tyre kanë krijuar një paqartësi të qytetarëve dhe qytetarët fatkeqësisht ju kanë përgjigj komunës. Dhe komuna ka marrë pagesa për qytetarëve, po i mban llogari bankare, as nuk po e pagun pastrimin, në anën tjetër sapo mund po bën thirrje mos paguni prapë në pastrim. Dhe kjo na kalon pa parë. Fatkeqësisht na jemi në pamundësi të ofrimit shërbimit për shkak se na është marrë nafta, një pjesë e punëtorëve ende si kanë marrë pagat. Kjo situatë absurde është reflektuar edhe në stafin prej 820 punojësve të kompanisë pastrimi, që i tremben largimit nga puna. Nuk e don kërkosh këto. Besoni që një punëtor që punon me njerëz, sidomos në grumbullin mbeturinave, nuk është i kënaqur. Lindja në Prishtinë me gjithë familje, kom familje dhonë. Jo mbabi 30.000, i rriti këtu, i shkolloi këtu, edhe nuk është prej shefit kjo. Për momentin amollit e punëtorët ka shumë, pjesë e punëtorëve janë më dhonë, secilën jetë rrezikum. Neve nuk na intereson si punëtor, kush vjen kryeshef. Mu personalisht, si kontrollin tëne, mbren
paguasin pozita, situata e punëtorëve thjeshtë dhe shoferave, që është në gjendje alarmante. Për shembull, do shta pa shku fare në shtëpi se të me rrugën gjysmë do të milion që ka marrë borxh. Bankat e thirrin kreditat të më pagu. Ky operator i kompanisë na konfirmon se janë të gatshëm si gjithmonë të pastrojnë qytetin, pavarësisht krizës që sipas tij ka një shkak që nuk varet nga kompania. Dje jo kemi thonë në takim, me hiktir me sabotazh, na furnizoni me derivatat naftës, na fillon çitash, na ne këshirën politikisht, që kjo zonë për DKS, LDKS, AOKS, na e morëm vetorinën, na i kryjm edhe kem kapacitet për momentin. Pavarësisht kësaj gatishmërie të stafit, gjërat vazhdojnë të mos funksionojnë në dëm të qytetit dhe të banorëve. Ndërkohë, në këto kushte, sipas drejtuesve të kompanisë, po punohet me prioritet, me qëllim evitimin e ndonjë të papritura në sektorin ku mund të ketë rrezik epidemik. Jemi të erujt një sasi të mjetëve të pagave tona për me siguru një sasi super të limitume të naftës që të paktën spitalin me kryer shërbimin edhe qerdhet e fëmijëve. Po cili mund të jetë shkaku i këtij konflikti që ka përfunduar me përplasje mes kompanisë pastrimi dhe komunës? A mund të ketë një prapasken? Me sa duket gjithçka lidhet me dy kompani të tjera që kanë hyrë në treg. Dhe dyshimet janë që për t'i hapur rrugë atyre, po sabotohet puna e kompanisë aktuale. Nën petkun e kësaj propagande që kinse është betejë politike, po tentojnë me kry punë dhe me nënshu tendera dhe kontrata. Nëse që kjo gjendje pamundson ndërmarrjen tonë me punu, ata e çelin në rrugën edhe krijojnë atë terrenin e mirë për mi negocu këta tendera. Tash disa herë po e bojnë një gjë të tillë, po negociojnë edhe një kanë bërë vitin e kaluar. Njëtën kohë kanë negociu, njëtën kohë ka tender. Dhe kjo është ajo që po e rrezikon talmën e punëtorëve tonë. E kanë një tender 16.5 milion në procedurë prokurimet, njëtën kohë kanë negociu. Dhe dy janë me ankesa dhe pa i prit përgjigjet e OSHP, si duket kanë vepruar me njërin prej tyre. Në njërin jemi anku ne, se jemi kohë në pol dhe kemi me kohë se ka qenë publike, ndërsa negocimi ka qenë totalisht i mbyllur. Të gjitha rrugët na çojnë në komunën e Prishtinës, e cila gjatë gjithë kësaj kohe si duket i ka larë duart me situatën, duke drejtuar gishtin gjithmonë te kompania kontraktuar për pastrimin e kryeqytetit. Përshëndetje zoti Roma, Dona gazetare emisionit Piranja. Unë me ti çfarë ndodh me qytetin për momentin është mbushur me përbat. Jo, s'është mbushur, është vërtet, e kemi pastruar. Keni kontraktuar dy kompani mos jepni dezinformata zemra. Kryetari Roma e nis me këmbën e gabuar, duke na akuzuar se dezinformojnë për situatën, pavarësisht se qytetarët e Prishtinës po përjetojnë çdo ditë një situatë të papranueshme për asnjë. Kush ka bllokuar? Absolutisht asnjë fare se kemi bllokuar. Edhe nuk kanë derivate për momentin kompania pastrimi me hek vogël. Kompania pastrimi ka menaxhmentin katastrofë edhe përshëndetje njerëzve për momentin. Po pikërisht se këtyre kujt lë për llog dikun. Po çka ke për vogël ashtu. Hajde, vjen me mua. Hajde zava, shko këshire, edhe mos e dezinformo publikun. Jo, nuk e dezinformoj. Pse keni futur parët e kompanisë pastrimi? Pse po i mbani peng parët e qytetarëve? Për me ditë zotë. Rrugë po shkëlqerë. E vlerësojmë kujdesin e kryetarit për shëndetin ton, por do të ishte mirë që këtë kujdes ta kishte për 300.000 banorët që kanë zgjedhur si menaxher të Prishtinës. A më ditë se po i mbani peng parët e qytetarëve? S'po i mbajmë peng lojës. Kret është. Zotëri Roma, pse s'po jepni për derivate? Shumë pyetje e thjeshtë. Po vetë kryeshefin. Po pse? Pse i keni kontraktu? Domethënë ju keni parë për dy kompani private, nuk keni parë për kompaninë pastrimi. Kryetari ndan përballjen me ne, herë me ironi e herë duke na u shmangur, thjesht për të evituar përgjigjen që e lidh me skandalin e mbeturinave. Jo, mos më prek, mos më prek. Ani po bollë. Jo, po du me ditë për kryetarit të Roma, se po i pagun dy kompani të tjera, lutem, a mundesh më ndalja me bisedu? Se të kanë votu qytetarë. Ja ki përbërë. Shumë profesionista? Jo, ja ki përbërë qytetarëve, me i të regu pse. Për çka? A po dalësh në minutë me bisedu me më? Për çka? Me bisedu me më. Unë të regova Loshka. Jo, vërtet Loshka, zamër mos më drejtom. Ku na jep shumë ju drejtu me këtë? Shko, shikoja qytetin. Ku na jep shumë ju drejtu me termë Loshka zamër? Shko ti me ju drejtu me termë Loshka zamër. Çdo qytetarit Prishtinës. Qytetar Prishtinës që i kem mbush me betorina, domethënë shumë e vështirë me fol zotëri Roma. Jo, shumë e lehtë. Çka ndodh me gjithë ata punëtorë? Janë 800 punëtorë. Çka komenton me ta nëse falem me ta? Ata krejt kanë me pas punë. Ku kanë me pas punën? Në dy kompanitë private që ju i keni kontraktu? Jo vetëm dy kompani, po kemi me kontraktu sot dush kompani që ka nevojë për me pastru kryqëtetin. E pse jo ku i kanë gjithë kamion, gjithë apajisët kompania pastrimit? Se shko veti ata. Shko veti kryeshefin që nuk e menaxhon kompaninë mirë. Çka se ka menaxhuar mirë? Po, nëse dhe ty që të pas ka pagu me bo zhurën, shko vete. Ty që të pas ka pagu me dhon dezinformata. U infektua dhe zoti Rama i Prishtinës me akuza ndaj nesh, me sa duket me gjurme të
kolegëve të tij këtej kufirit. Megjithatë, përgjigjen për skandalin ende nuk po e marrim. Ata që po të paguajnë ty me dhënë dezinformata e bojnë krejt qytetin bërllog, ne pastrojmë. Për momentin. A di që jetu shpit? Okej. Po ne visi janë holëm tus? Hajt. A di që jetu shpit? Okej, shko kësyre qytetin. Hajde, apo vja me mu me këqy ku ka bërllog? Ec ti vet, është puna jotja, unë e kom ekipet që kam pasur qytetin. Jo, nuk e kam pasur. 2 kompani nuk kanë arrit me pasur qytetin. Edhe 800 punëtor rrinë, presin prej teja, se o të lutna. Sa frekacion Po nuk është i paprekshëm bre është kujtar që e kena votu na? është kujtar që e kena votu na? Apo? Zotëri Rama, a është qëllimi juve që me falimentu kompania pastrimi? A zotëri Rama? Apo më tregande? A është qëllimi juve me falimentu kompani? A zotëri Rama? Cëllë o qëllimi juve në këtë raport? Zotëri Rama, cëllë o qëllimi juve? Qa komentohet me 800 dhe punëtor. Indiferencë, qeshje ironike, gjuhë seksiste dhe heshtje se çfarë po ndodh prej më shumë se 2 javësh. Ky është reagimi i qytetarit të parë të Prishtinës. Ndërkohë që qyteti vazhdon të lotoj mes mbetërinave edhe sot e kësaj dite. Reagim tipik ballkanik. Domethënë kush shqetësohet për ambientin, natyrën dhe vendin ku jeton, i bie që paguhet patjetër nga dikush? Në fakt në ato ne të pyesim ty kush të paguan ty që bën një syqor e një veshurt, se sigurisht aty është leku më i madh gjithmonë. Rikthehemi me hallet të tjera brenda kufive zyrtare që na kanë caktuar fuqitë e mëdha në 1912. Këtu në Shqipëri. Dhe do shkojmë pikërisht në Shkodër, ndjepje kulturës. Po jam mërë Shkodra është veç. Ndjepje kulturës. Shkodra është është Republikën Vedi, po, ke drejt. Do shkojmë në bushat Shkodrës, atje ku intrigat brenda një shkolle marrin për masat që edhe politikanët e kryeqytetit i shohin vetëm në ëndra mbasi kanë pirë shishe verë të 3000 euro. Ju shpjegoj, një zysh rrezikon të humbas vendin e punës për shkak të një puçi që po bëjnë. Kolegë të saj në bashkëpunim me AKPA. Çfarë? Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Imagjino ta thosh të AKPA-n njëra mbasi. Kursi i parë që bën atje është si të thuash emrin pa tu marr goja. Dhe ne kemi dërguar atje zotin Kuqi, ose siç e thrasin ambasadat e huaja, Mr. Red. Ose siç e thrasin latinët, El Señor Rojo. I cili bëri një vizitë në agjenci për të zbuluar nëse ekziston vërtet ky komplot, apo jo. Shpas ka qënë këzoti Kuqi. Zoti Shimaj, kur nuk ka pasur normë të lirë për lëndën biologji, kemi, si është bërë emërruaj. Ky zotëri quhet Shkëlqim Shimaj, është ish drejtori i shkollës profesionale Ndre Mjeda në Bushat të Shkodrës, aktualisht mësues në këtë institucion. Dhe arsyeja pse jemi përballë tij ka të bëjë me një shkelje që shkon deri në shpërdorimin e detyrës si ish drejtor, sepse ka hequr padrejtisht dhe pa vënë në dieni një mësuese për 1 vit tresh nga borderoja, gjatë kohës që ajo ka qenë me leje lindjeje. E gjithë kjo me sa duket me një qëllim të mirë menduar, zënjen e vendit të punës. Unë jam Biosela Toska, mësuese e lëndëve biologjik kimi në shkollën profesionale Ndre Mjeda Bushat, me një emërim definitiv të vitit 2011. Unë sot kërcënohem seriozisht në vendin e punës dhe jam përballë një konkurrenti që për vlerësimin tim është emëruar në mënyrë të parregullt. Ish drejtori, i cili ishte shkarkuar nga detyra në 2018, në atë periudhë kam qenë me pushim lindje dhe në janar të vitit 2018 zoti Shkëlqim Shimaj është emëruar mësues pa baza ligjore dhe në këtë rast rrezikohet pozicioni im se jemi të dy të njëjtit profil. Pra ish drejtori, pasi shkarkohet, qëndron në të njëjtën shkollë, duke marrë orë mësimi nga plani mësuesës së vetme të biologjikimisë dhe natyrisht duke i rrezikuar asaj vendin e punës. Në janar të vitit të 2018-s u emërua drejtori i ri Rushdi Kapidania. Në momentin që është emëruar, e ka mbajtur zotin Shkëlqim Shimaj si mësues, pa ndjekur asnjë procedurë dhe pa patur një normë mësimore, e ka mbajtur në shkollë me tetor dhe nuk e di me çfarë ka plotësuar për të mbajtur një normë mësimore siç është e ligjshme 20 orë. Ndërkohë që për të hapur vend për orët e ish drejtorit, mësuesi si reduktohet plani mësimor. Domethënë plotësoj orë tek një shkollë tjetër biologjik kimi.
Këtu është vetëm fillimi, ku nisin dhe shkeljet që sot rrezikojnë që një mësuese me rreth 15 vite eksperiencë të hidhet në rrugë. Drejtori Kapedania del në pension dhe në vendin e tij komandohet Eliz Shelepia, i cili sapo merr detyrën thërret në zyrë mësuesen duke i komunikuar: "Në qershor ty të mbaron kontrata." Dhe unë e pyeta, "Çfarë kontrate, zoti drejtor?" Sepse unë jam emrin definitiv dhe më tha, "Konkurrentit që ti ke përballë, ai tha kanë vjetërsinë më të madhe se ti." Për ta sqaruar mirë, kemi përballë njëri tjetrit dy mësues të së njëjtës lëndë biologji kimi në një shkollë ku mësojnë rreth 110 nxënës. Aktualisht secili nga mësuesit nuk plotson normën mësimore, por përderisa mësuesja ka qenë definitive që në vitin 2011 me 20 orë në javë, pse ndolli që u ndan orët, duke shtuar zotin Shimaj. Pas bisedës me drejtorin e komanduar, Bjosela nis të interesohet se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës që ajo ka qenë me leje lindjeje, e ndërsa kërkonte, zbulon se isha larguar në mënyrë të padrejtë dhe asnjëherë informuar për 11 muaj rresht të pushimit të lindjes së vajzës time. Pra në shkelje të ligjit, mësuesja ishte hequr nga borderoja e shkollës sapo kishte nisur lejen e lindjes. Një shkëputje që sot e penalizon përballë ish drejtorit, i cili nisur edhe nga mosha, ka një karrierë më të gjatë në arsim. Në këto kushte, ajo shkon edhe një herë tek drejtori, por ai justifikohet me faktin se sapo ishte komanduar në atë shkollë. Në fakt, ai vërtet mund të mos e di, sepse në momenti kur zonja ka shkuar me leje lindje, duke u hequr padrejtisht nga borderoja sikur të mos kishte ekzistuar ndonjëherë, drejtori ishte kush tjetër përveç zotit Shimaj, rivali të sotëm për vendin e punës. Periudha që më ka larguar që është e qëllimshme, sepse ne përkasim të njëjtit profil dhe ka menduar se duke më larguar mua nga borderoja, ati po i hape mundësia për lëndën biologji kimi. Thënë shkurt, drejtori atëhershëm ka vënë në sigurisë vendin e punës, por një moment të dytë që mund të mos ishte në post drejtues. Duket një skemë mirë menduar në kurriz të kolegës, e cila sapo kishte sjell në jetë vajzën e saj, pa e kuptuar as pak atë që po ndodhte në shkollë gjatë mungesës së saj. Pas shkeljeve që me gjas janë kryer për të favorizuar Shimaj, Bjosela këngul që të takojë sërish drejtorin e komanduar, Eliz Shelepia, me shpresën se do të merrte informacion zyrtar nga ai. A ka mundësi të më vendosin në dijeni protokollimin e emërimit të zotit Shkëlqim Shimaj dhe më tha, hajde pas pak thate sekretaria. Në moment hapën protokollin dhe libri protokollit për mendimin tim ishte pak si i çuditshëm, sepse ishte faqe e parë dhe emërimi fillonte me prot 1, 19/01/2018, emërim personel definitiv Shkëlqim Shimaj. Më tha, po ne kemi në shkollë disa libra protokollesh, unë kam kërku garantimin e vendit tim të punës. Po cilat do të jenë kriteret që do të ndiqen për vitin e ardhshëm shkollor, ku një nga dy mësuesit do të largohet përfundimisht? Do të bëhet një vlerësim me dosje, ndoshta ai mund të ketë pak sa vjetërsi më shumë se unë dhe me 0.5 pikësh mund ta marrin dhe mund të ta ka marrë me dosje. Zoti Shkëlqim Shimaj është emëruar në shkurt të 2013 direkt drejtor, pa qenë asnjëherë mësues në atë shkollë. Unë kam qenë mësuesja primare biologji kimis. Kjo është e vërtet, por tashmë gjërat janë ndryshe, sepse në lojë ka hyrë profesor Shkëlqimi. Si është bërë emërimi juaj si mësues definitiv në këtë shkollë? Nuk keni punë me mua. Zoti Shimaj, kur nuk ka pasur normë të lirë për lëndën biologji, kimi, si është bërë emërimi juaj? Keni qenë drejtor dhe ju e dini ligjin. As ju përgjigje. Si është bërë emërimi juaj kur nuk është shpallur vendi vaj? Shkruaj drejtori i instancave. Keni hequr një mësuese nga borderoja. Si mund të bëhet kjo? Ka qenë kjo një skemë për t'i zënë vendin? Shumë mos keni punë. Si e keni hequr nga borderoja një mësuese një vit për t'i zënë vendin? Në këtë shkollë ka qenë gjithmonë vetëm një vend me emërim definitiv për lëndën biologji kimi. Keni marrë përgjigjet nga instancat përgjegjësi. Në fakt ende jo. Prandaj në drejtorinë e Departamentit të Menaxhimit të Arsimit dhe Formimit Profesional, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, mund të na japin arsye të këtij lëmshi në dëm të një mësueseje në karrierë. Takimi i parë nuk shkoi mirë dhe përveç agresivitetit të rojeve të sigurisë, nuk morëm asnjë përgjigje nga zonja Tleva Xhelaj, drejtoresha e këtij departamenti. Kështu që e provuam sërish dhe këtë herë drejtoresha ishte më e gatshme që të na përgjigjej, pasi me sa duket kishte marrë informacionin e duhur që të kishte disa argumenta më tepër në lidhje me këtë situatë. Zonja Tleva, me që dje nuk morëm një përgjigje. Si është bërë emërimi i zotit Shkëlqim Shimaj? Më fal. Nëse ju doni një përgjigje zyrtare, bëni një kërkesë zyrtare, zgjidhja brenda anës ligjore, nëse ekziston do bëhet. Atëherë, të lutem, bëj një kërkesë zyrtare, po pra, më dëgjoj të lutem. Është neni në kodin e punës i përzumimit, që do thotë, nëse një marrëdhënie nuk ka, as edhe një kontestim, për 3 vitet e para të punës, ajo marrëdhënie bëhet definitive. Pavarësisht se insistuam të na zbulonte këtë nen në kodin e punës, zonja Tleva vionte ta interpretonte vetëm verbalisht.
pa ofruar asnjë argument më tepër. Por çfarë mendojnë ekspertët? Ligji është i shkruar qartë, është i shkruar drejt, nuk mund të ketë prezumim se si jemi në proces gjyqësor. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, nëse të paktën në Republikën e Shqipërisë jetoj, e di që kam qenë deputete në parlament, kam hartuar shumë ligje, po këtë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Nëse atje në Shkodër ka dalë Republika Autonome, ndoshta ata mund bëjnë ligje të tjera që nuk varen nga ligjet tona. Më duket një përgjigje evazive, jo juridikisht korrekt, nuk është argument për të justifikuar të gjitha veprimet. Ndërkohë rikthehemi pak tek drejtoresha Tleva, Selam të na priste. Po, por Vjosela ka qenë emëruar definitive në shkollën. Po kjo nuk ka lidhje me Vjoselën, kjo ka lidhje me individin. Po këtë po ju shpjegoj. Shkollën Dremjeta Pushat, Sonja e Tleva, ka pasur gjithmonë vetëm një normë për lëndën biologjik-kimi. Sepse zotëria ka qenë drejtori i shkollës dhe ka dhënë lëndë biokimie, ka dhënë për 10 orë. Sepse drejtori i shkollës në atë kohë nuk kishte normë të plotë. Në moment që drejtori i shkollës ka zbritur dhe është bërë specialist në atë periudhë, norma mësimore është ndarë midis të dyve. Ai nuk ka marrë normën e Vjoselës. Dhe procedura ligjore për momentin është dhe në ministri, dhe në ministri po diskutohet për të parë mundësia e një zgjidhje ligjore për këtë gjë. Si mundet të ndahet një normë mësimore dhe të detyrohet një mësuese të marrë module dhe orë plotësuese në një shkollë tjetër, vetëm që zoti Shimaj të vazhdonte të qëndronte në shkollën profesionale Ndremjeda sërish. Vetëm se këtë herë, jo si drejtor, por si mësues, pa u emëruar sipas bazës ligjore. Shumë e thjeshtë. Ju lutem tani. E ka hequr këtë zonjë. Të lutem, nuk e ka hequr. Jo, nuk është e vërtetë. Nëse drejtoresha sapo e mohoi heqjen e Vjoselës nga bordoroja e shkollës, pas pak qastësh pohon krejt të kundërtën. I ka të gjitha, janë të gjitha të rregulluara. Gjithçka e qartë, shkelja është evidente. Zonja në rastin konkret janë shkelur 3 të drejta. I është shkelur e drejta që është hequr në mënyrë arbitrare e pa vënë në dieni, pra e para pra shkelur në kohën kur ka lehen e lindjes, e dyta nuk është vënë në dieni, e treta nuk i është kumtuar dhe ky është një vepër që përbën nulitet. Ndërsa kthehemi në bisedë me drejtoreshën Xhelaj, kuptojmë se tashmë vendimi për të larguar mësuesen definitive është marrë. Pavarësisht se përpara është një konkurs. Këto të dy janë në garë sot me njëri tjetrin. Automatikisht me pikëzimi dhe me dosje bie që nga vjetërsia që kanë punë, është 35 vjet institucione, është mësues. Po, 35 vjet mësues. Që ta largojnë Vjoselën nga puna me këtë. Po pse se larguan atë vjet Vjoselën po pas me 11 viteve? Po se zoti Shima ishte drejtor pra. Nuk ishte ende nevojë të zinte vendin e punës. Ka që vështirë për ta kuptuar? Po sepse, prandaj dhe këtë po të them. Jo, nuk mund të hidhet në rrugë, nuk hidhet në rrugë. Jo, nuk hidhet në rrugë. Ajo shkon për lëvizje paralele në ZVA. Është një shkollë tjetër. Definitive në shkollën e Pushatit. Po kjo e ka parashikuar ligji që në moment që bie norma mësimore, mësuesi duhet të lëvizet. Jo, drejtoresh. Ju thjesht po na gënjeni paturpsisht, sy më sy. Rastet kur kemi heqjen e emërimit të përhershëm është vetëm në rastet kur një mësues ka bërë një vepër penale dhe automatikisht duhet të vërtetojë që nuk ka kryer vepër dhe të rikthehet përsëri pozicionit të mësuesit dhe atëherë nuk i ruhet vendi punës por kalon në sistem konkurrimi. Kur kemi shkelje të niveleve të komunikimit dhe është mërë masë dhe masa është e nivelit më të lartë të mundshëm, në të gjitha rastet e tjera, emërimi i përhershëm është i përhershëm. Ligji është i njëjtë si për arsimin para universitar dhe arsimin profesional. Gara është e pandershme në këtë rast. Shkoni kërkoni ndryshimin e kodit punës. Ndryshimin e kodit të punës nuk e kërkojmë dot, por interpretimin e tij do ta ndjekim në mënyrë që të mos ketë më zyrtar që e trajtojnë si pronë private. Njëlloj siç keni bërë ju, zonja Xhelaj. Ligji dhe kushtetuta, por edhe politikat e shtetit, të gjitha nënat që janë marrin lejen e lindjes në mënyrë taksative, nëse ajo e hedh sot në gjykat, jo vetëm që është e fituar, por ndërkohë duhet të ta dëmshpërblej. Dhe si çdo gjë e bukur ka një fund, erdhëm dhe sot në fundin e emisionit Piranjave. Ua sa mirë Flor, ua se nuk e dispoduroja dot më. Po pse çka keti? Sepse ndjehem shumë nxehtë. Në fakt, çdo fund episodi për ju, për ne është një fillim pune për episodin e ardhshëm dhe ne do të rikthehemi javën tjetër, të premten tjetër, në po të njëjtën orë, në po të njëjtin kanal, në po të njëjtat rrjete sociale, me po të njëjtët njerëz. Me po të njëjtët velina. Dhe kujdes. Piranjat kafshoj!
kisha në përkodra, për shëllem një e kërsir. Pra kura, hajpini, ore qast, për gjakallin ata eret, është rastin e një rast. Hajpini dhe rombeni, pushti qepen, pushti arka, të paprek ju qetin